Përshëndetje të nderuar të shikues, mirë se erdhët në jashtë kontrollit. Jemi sërish së bashku si çdo të hënë të martë të njëjtë të premte ku fokus kemi me aktualitetin politik në Shqipëri, Kosovë, rajon dhe gjeopolitik. Prej 28 shkurtit, ditës kur Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli sulmuan Iranin, në pjesën e parë gjithmonë jemi fokusuar tek situata në lidhjen e mesme. Kam të ftuar Sokol Brajan, koleg gazetar nga Izmiri. Sokol, kënaqësi që të kam. Përshëndetje, faleminderit për ftesën edhe për mua është kënaqësi. Sokol, do ta nisi fillimisht bisedën me lajmin kryesor të djeshëm, fakt që lidhet me pamjet që dolën dhe tronditën opinionin publik për sa i përket trajtimit që ju bë aktivistëve të flotiljes Sumud. Fillimisht, çfarë ka tentuar të bëjë kjo flotilje, ku janë kapur këto aktivistë dhe më pas do dalim edhe tek kjo mënyrë të trajtuarit. Po, Red, në fakt filoja Somut është ndërgjegja e organizatave jo qeveritare, e njerëzve me influencë në organizata qeveritare, pra në NGO-t të mbar botës, e cila është shumica e tyre janë të shteteve të Bashkimit Evropian, janë të Europë, pavarësisht se kemi nga Japonia, nga Amerika, nga por shumica janë nga Europë, dhe kjo është ndërgjegja ndërkombëtare e njerëzimit, të cila kërkojnë të heqin një blokadë e cila po zgjat tashmë disa dekada për një popull i cili vazhdimisht dhe sistematikisht po bëhet gjenocid dhe po bëhen çdo lloj krime kundër njerëzimit për atë popull, për Gazën. Dhe kjo nuk është hera parë e sotshme, por kjo është hera e disata herë, domethënë ku nga herë të tjera, për shembull nëse kthehemi 17 vite më herët, 10 vite, 12 vite më herët, aty kemi pas që vetëm një organizat, për shembull, ka qenë një ndër ato më të rëndësishmet, ka qenë Mavi Marmara, kur në atë kohë ishte kryeministër Ahmet Davutolli në Turqi, për shembull, pa shkuar dhe Mavi Marmara, një anije shumë e madhe me ndihmë humanitare, dhe kjo është një ndërgjegje humane e botës së sotme, e cila me të drejtë duke parë të gjitha gjërat që po ndodhin në Gazë, domethënë të gjitha krimet më makabra që janë bërë ndonjëherë në historinë e njerëzimit, janë ato për të ngrejtë zërin dhe për të shpëtuar ato njerëz. Domethënë kjo është qëllimi i piloteles Somut, dhe kjo është shumë e rëndësishme për ndërgjegjen ndërkombëtare, pra për çdo lloj populli, qoftë musliman, qoftë hebrej, qoftë budist, qoftë kristian, qoftë me fe apo pa fe, dhe qëllimet e saj deri për të rritur ndërgjegjen mbarkombëtare, ndërkombëtare, universale, ka bërë këto në lëvizjes të cilat kanë hasë në një mur, pra dhe do të hasen në një mur sa të jetë i fortë Izraeli, e cila nuk arrin domethënë të çojë ndihmat në vendin e dur, por besoj që do të debatojmë më vonë pak sepse nga ana e të drejtës ndërkombëtare apo nga ana e Izraelit dhe nga ana e organizatorëve të kësaj filos Somut. Dhe këtu Redi është e rëndësishme ajo që bëhet, sepse dita ditës pra vjen duke u shtuar, ku me të vërtetë domethënë të kemi edhe familjarët e ish ministrave, të presidentave të shumë shteteve të Bashkimit Evropian, dhe kjo është shumë domethënëse për njerëzitakun, pra për humanitin e kësaj botës, ku me të vërtetë në çdo sep të botës kemi vetëm luftra dhe gjakderdhje. Janë, le të themi, kidnapuar, është përdorur shprehje, janë rrëmbyer në ujëra ndërkombëtare, Sokol. A është e drejtë apo kanë shkuar edhe më tej, janë futur në ujërat territoriale të Izraelit? Jo, Red, domethënë rrëmbimi i atyre është totalisht kundër të çdo të drejtë ndërkombëtare, që nga gjykata penale ndërkombëtare, që nga vendimet e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, apo nga çdo lloj ligji të gjitha shteteve të botës. Në fakt ky është një rrëmbim i cili dënohet, por ama se si do të dënohet Izraeli me këtë, pastaj kjo është një çështje tjetër juridike, ku në thojza do ta fusim Redi që forca, pra sa i fortë tjetër për ta aplikuar atë drejt, pra për të dënuar dikë apo një shtet. Dhe nëse e shohim këtë, domethënë ka me shumë milje larg, domethënë larg
detit Izraelit. Izraeli i ka rrëmbyer këta njerëz, pra dhe shifen domethënë edhe në ekran vetë një ministër që ky është turpi i botës me të vërtetë, që domethënë një ministër me shku atje duke i rrafur, duke i shkatëruar, duke ato njerëz domethënë të cilët janë të gjithë paqësorë, pra asim nuk ka armë, ato janë njerëz me influencë për humaniti, pra për bamirësi dhe jo për interesa politike apo diplomatike. Dhe kjo është krim ndërkombëtar dhe kjo dënohet me çdo kusht të gjitha. Por krimet ndërkombëtare, Redi, një në radhë të parë duhet të vendosi gjykata penale ndërkombëtare, domethënë që ky është krim sepse është rrëmbyer në det të ujë, masanej në det të hapur, dhe nëse atëherë shkon edhe ti edhe unë atje rrembena, ne vrasim te, pra kështu që ne eliminojmë totalisht sistemin të drejtës ndërkombëtare. Por vendimi i gjykatës penale ndërkombëtare, Redi, duhet praktikohet me Këshillin e Sigurisë të Kombeve të Bashkuara, i cili domethënë Këshilli ka shumë ka marrë vendime kundra Izraelit për gjëra të tilla, jo sot, por domethënë që në 67-ën e ditës së sotme, dhe asnjë nuk është aplikuar, pra asnjë nuk e ka dënuar Izraelin, sepse Izraeli mbështet nga Amerika, pra dhe për këtë punë kush do t'i dalë zot Gazës apo vende. Kush i thotë jo Izraelit për gjithë këto krime kundër njerëzimit që po bën Izraeli, askush, pra është forca. Edhe pse kemi 5 anëtar të Këshillit të Sigurimit, domethënë nuk kemi asnjë aplikim të cila mund ta çojnë në paqe lindjen e mesme dhe ku po bëjmë fjalë për Gazën. Si i lexoni këto pamje që janë pas meje, Sokol, që lidhen me këtë keq trajtim, dhunim, poshtrim të tyre protestuesve nga ana e ministrit izraelit Ben Gvir? Red, këto nuk mund të quhen njerëzore në asnjë lloj mënyre, domethënë këto janë ato që ka bërë Hitleri kundra atyre, pra kundra baballarëve dhe familjarëve të tyre. Biles kjo është edhe më e poshtur. Çfarë bën ministri i Izraelit? Ky është turpi jo i vetëm i Izraelit, por është turpi i të gjithë botës, por për ta ndaluar këtë duhet forca, pra duhet forca, e cila ajo forca tashmë nuk po duket kurkund në horizont, sepse këto nuk janë vetëm të sotshme. Okej, këtë video ka publikuar vetë ministri i Izraelit, Ben Gvir, por jo se ka forcën dikush apo jo se po tenton dikush të bëjë aty ku aty në fakt duhet cilësuar keq që kemi të gjithë atyre që po të keq trajtohen aty janë qytetarë të shteteve më moderne të botës, pra qytetarë të Shtetit të Bashkimit Evropian, e cila përveç fjalive, retorikave në televizionet e tyre, bile se dhe shumë shtete nuk kanë folur fare për këtë temë, por ama mbi të gjithë kjo është ajo që kjo po rrit ndërgjegjën ndërkombëtare për të kuptuar se çfarë po bën qeveria e Izraelit në popullin e Gazas, ku një ministër, si themi ne shit, domethënë pa pikë turpit, domethënë edhe këtë video e publikon në mediat e tina sociale. Ka patur reagimet të shumta, ka qenë kryeministria italiane Meloni, ka qenë kryeministri kanadez, ka patur gjithashtu reagime nga Spanja, nga Irlanda, nga Turqia që e kemi tani në ekran. Pra, reagimet kanë qenë deri diku shumë të forta. Janë thirrur edhe ambasadorët përkatës izraelit në vendet respektive. Ndërkohë, ka qenë edhe Franca, edhe falenderoj regjin që po i nxjerr një nga një këto reagime. Ndërkohë, ka patur edhe një person nga Shqipëria, Baki Goxhaj, i cili është bërë pjesë e flotiljes së fundmi. Si e vlerëson qëndrimin e qeverisë shqiptare në raport me këtë rrëmbimin e këtij personi, ashtu siç konsiderohet? Red, në fakt reagimet kanë qenë, por siç e thash edhe pak më parë, domethënë të reagime janë totalisht retorik. Pra, nëse nuk e ke forcën ti ta bësh një gjë, domethënë kundër atij që ta ka bërë, këta atëherë janë retorik dhe ndoshta janë edhe
edhe jo ndoshta, po janë totalisht procedurë politike dhe diplomatike të cilat bëhet në çdo qeli të qeverive, po ashtu edhe të diplomacive. Kurse nga Shqipëria çfarë do të pritshim domethënë më shumë ne para rrëmbimit të shtetasit shqiptar, domethënë çfarë reagimesh ka pas Ministria e Brendshme, Ministria e Punëve të Jashtme apo edhe vetë Kryeministria, janë shumë të vakta sepse nuk e kanë forcën të bëjnë ashtu, plus që e keqja e të keqes të vjen edhe vetë nga vetja e vetë. Domethënë sepse në këtë filon Somut kanë qenë jo thjesht domethënë një shqiptar apo një turk apo kanë qenë nga të gjitha, siç e tha domethënë pak më parë dhe siç regjia ju e paraqiti në ekran, domethënë reagimet të rëndësishme, por thjesht janë teoria ato, sepse të paktën reagimet janë, okay, edhe kjo ndikon për të rritur ndërgjegjen, domethënë për të treguar botës se çfarë krime kundër njerëzimit po bëhen domethënë atje në Gaza, pra që Izraeli po i bën këtë, dhe kjo ka një domethënë dhe është shumë e rëndësishme, por për të ndaluar këto gjëra ku filoja Somut do të vazhdojnë ende, domethënë do të shkojnë duke u zgjeruar, do të vazhdojnë do të tentojnë vazhdimisht për të thyer blokadën që është bërë në Gaza, por ama nëse nuk do të ketë pra ushtri që t'i mbrojë domethënë ata, pra nuk do të kenë shtetet e forta sikur Izraeli shkon me 130 mile në det të hapur, do të arreston qytetarin tat, do të nuk bën asnjë gjë, vetëm thjesht me një, si themi ne, domethënë me një reagim zyrtar. Kjo nuk është aty ku ato organizata qeveritare dhe ato personat të cilat kanë një qëllim për të hequr këtë blokadën, për të bërë ndihmë humanitare, për të çuar ujë edhe pompersa për kalamaj, domethënë nuk është se po çojnë arma se gjë tjetër. Kjo lë shumë për të dëshiruar. Pra, reagimet e politikë të bërësve, të shteteve dhe të ato janë të kota, më thot media mua, por brenda kësaj kotësie ka një gjë që e cila në publikun e vet, pra në popujt e vet, në opinionet e tyre ja arrin që të ngrihet ndërgjegja se çfarë po bëhet atje. Pra, kjo mund ta shohim, por çfarë bëhet tjetër, asnjë gjë tjetër. Ja, për shembull, po shohim edhe reagimet e Turqisë janë shumë të ashpërta, por janë thjesht retorik. Diku sot tashmë presim që disa nga ato të rëmbyrë të vinë ashtu dhe të vinë në Turqi, pra dhe nga Turqia të shkojnë në shtetet e tyre. Nuk e di a është qytetari ynë aty në këtë listë apo jo, domethënë. Thonë që është aty, thonë që pinë. Do të zbresin në Turqi. Në Turqi po, thonë për pa lista, domethënë ka sepse Izraeli di domethënë që nuk i nisi gjithë për herë, domethënë këtë kishim edhe muajin e kaluar, pra të shohim se si janë, por reagimet janë thjesht retorik, të cilat vetëm nga ana e ndërgjegjeve të njerëzve ka një dobi, por nga ana politike dhe nga ana diplomatike dhe për ta detyruar Izraeli mos të bëjë gjëra të tilla, po të thuash është krejt e kot. Dhe nëse më lejon të them një gjë që nuk e ka të drejtën asnjë shtet ta marrë ty, ta grabisi ty njeriu, ta rrëmbej njeriu tat, domethënë në det të hapur. E para, e dyta, ai shtet a ka të drejtën t'i hapi luftat asaj që atina që ta rrëmben, pra sepse e rrëmben në emër të shtetit Izraelit dhe jo në emër të një personi apo një ashtu. Dhe kjo është ajo forca e cila ty të bën të hec me lundrën tate mes deteve i qetë. Pra, a e kanë këtë forcë vendet perëndimore, ato vendet e cilat me të vërtetë ato nismëtarët dhe ato aktivistët e Somudit domethënë janë atje. Unë deri me tani redi asnjë shtet nuk e shoh se ka atë forcë, vetëm thjesht me retorika të cilat thotë ashtu, por siç e thash pak më parë, domethënë duhet ta cilësoj këtë që kjo ndikon jashtë për të rritur ndërgjegjen e njerëzve në mbar bote. Po, kjo është e qartë. Ndërkohë, Sokol, duket se Turqia në fund të këtij muaji, parlamenti turk do të votoj, do të miratoj një ligj i cili lidhet me delimitimin e detrave përreth Turqisë. Është quajtur Mavi Vatan, që është Adheu Blu, Vatani Blu. Është një delimitim që bëhet në mënyrë unilaterale nga ana e Turqisë, por frika e madhe është që kjo do të hasë në kundërshtinë e Greqisë, në kundërshtinë e Qipros, madje deri edhe Egjiptit. Pra, është një lëvizje e cila në një farë mënyre
e përplas Turqinë me Bashkimin Evropian, e përplas Turqinë me vendet e NATO-s, e përplas Turqinë me Egjiptin, por deri edhe me Izraelin. Në ekran ke edhe pak a shumë për çfarë harta për cilën bëhet fjalë. Si e vlerëson këtë zhvillim dhe pse pikërisht tani ky vendim? Po, kjo është një temë shumë e rëndësishme në Turqi dhe her pas here, pra domethënë kohë pas kohe, kjo sistemi neshit domethënë paraqitet domethënë në gjitha ekranet turke dhe pothuajse gjithë media flet për këtë temë, por këtë temë duhet ta shohim herë në radhë të parë nga e drejta ndërkombëtare, në radhë të parë nga politikat e brendshme dhe në radhë të tretë nga përdorimi i këtij çështjeve nacionaliste, mund të quaj unë, të cilat përdoren nga qeveri, domethënë nga çdo shtet dhe nga çdo qeveri normalisht për konsum të brendshëm, të cilat do të rrisi votat apo do të mbaj pranë votën e në thojzat e nacionalistëve, pra të nacionalistëve. Nëse i referohemi këtyre gjërave, në Turqia ka një marrëveshje me Greqinë në 1923, pra traktati i Lozanës, të cilas aty është njohur të dyja shteteve, shefti kontinental, domethënë, po ashtu edhe zonës të drejtës të lirë, si themi domethënë zonë ekonomike ekskluzive. Zonë ekskluzive ekonomike dhe në 1900 janë njohur 3000 kurse në 1982, të cilin është bërë edhe marrëveshja ndërkombëtare e të drejtës së detit, pra aty është lejuar që të shkojnë deri në 12 mile. Dhe 19 mil, por ama në këtë marrëveshje Turqia nuk ka hidhur fjalë, pra është i pafirmosur nga ana e Turqisë. Dhe nëse vim pastaj në vitet 90, pra 92-93, nuk më kujtohet mirë, krejt Greqia merr një vendim e cila thotë që ne do të arrisim vijen kufitare, pra të detit do të arrisim deri në 12 mil dhe aty Turqia nxjerr një ligj që thotë po, nëse ti e nxjerr pra 12 mil atëra, unë do ta quaj si tentim për luftë dhe pra do të hyjmë në luftë automatikisht sepse këtë ligj e ka në fuqi Turqia. Kurse nëse vim pas viteve 2000, pra dhe sidomos këto 2 dekadat e fundit të ret ose 10-15 vitet e fundit të ret, një ish general i ushtrisë turke shkrua një libër siç është në ekran aty, Mavi Vatan, pra Atdheu, Mëmëdheu Blu, pra deti, pra domethënë Atdheuja që është në det. Dhe me këtë shkruan një tezë shumë të bukur normalisht, ishte general dhe ajo nuk ka atë si thënë vëmendjen e duhur në atë kohë, por sidomos viteve të fundit, pra këto dekadën e fundit, e shohim që kjo është një gjë shumë e rëndësishme për Turqinë, e cila po pra përsëri një general tjetër i ushtrisë, që tashmë është gjatë dhe është gati çdo ditë në televizionet turke, atë këtë e ofron jashtë masën në të gjitha televizionet turke, domethënë të majta të djatha në media sociale të gjitha, që thotë kjo është e detyrueshme për Turqinë. Por ama këtu redi duhet të kemi domethënë duhet të kemi parasysh dy gjëra. E para, Turqia dhe Greqia kanë probleme jetike mes tyre, të cilat nuk kanë arritur të zgjidhin dhe nuk dojnë të zgjidhin të dyja anët, por nuk janë në atë gjendje të shkojnë në luftë, sepse shkuan në luftën në 64-shin, pra me Kiprën dhe Turqia, e tregoi forcën e vet kundra Greqisë dhe gjysmën e Kiprës e mori Turqia, e kishte të vetëm, por e mori Turqia, tashmë e quhet Kipra e veriore turke, që atë kohë mbrapa nuk janë ulur, nuk e kanë nxehur aq shumë zjarret, mes njëri tjetrit sa të luftojnë me njëri tjetrin. Por ama, nëse shohim kohët e fundit, forca e Turqisë, e Curia, përparimi i Turqisë në sektorin e mbrojtjes dhe prodhimtaria tyre që me të vërtet thuhet, se jam ekspert i armëve, por që ka prodhu armë që nuk i ka asnjë botë, janë totalisht jo vetëm prodhim, por edhe si themi asaj, janë edhe gjëra që nuk i ka asnjë shtet tjetër, dhe kjo normalisht ja ka forcuar dorën Turqisë, por pa u zgjedhur të problemet mes Turqisë dhe Greqisë, pra siç janë Kiproja, e para. E dyta, janë ishujt me Turqinë, kjo ishu thot Greqia shtimi, kjo thot Turqia shtimi, sepse nuk janë të cilësuar në marrëveshjet që janë bërë deri me tani.
mes Greqisë dhe Shqipërisë, po dhe problemet tjera e pakicave, se që janë pakicat muslimane në trakën e Turqisë, në trakën greke, e cilë Greqia thotë janë musliman, kurse Turqia thotë janë musliman, por janë turq, pra Greqia nuk e pranon këtë, por edhe Turqia nuk e pranon pakicën greke në Turqi, por pakicë ortodokse, pra quhet. Kush është ortodokse? Është pakicë e saj, po jo se i quhen si grek, pra nga ana etnike. Dhe pa u zgjedhur ta, domethënë Turqia a mund të nxjerrë një ligj për këtë Mavi Vatanin, kjo le shumë për të dëshiruar dhe kjo mendoj unë që ke përdorur për politikë të mrenshme. Pse? Redi, sepse nëse e shohim politikat e Turqisë, nëse kërkohet, ose nëse duhet, ose nëse Ankaraja e do të nxjerrë një ligj, në radhë të parë tashmë jo si para 7 vite, por sot jemi në sistemin presidencial, i cili një vendim i presidentit zotit Erdogan e shpall atë sepse nuk është e nevojshme të jetë domethënë me konsent apo 2/3 e parlamentit. Dhe kjo pse nuk e bën Erdogani? Sepse nesër pas nesër, nëse Turqia do të ketë ecurinë e saj për në bashkimin evropian, apo për zgjerimin e NATO-s, apo siç pritet domethënë që NATO të ketë 2, 3, 4 ose 4 këmbët e veta si elefanti, ku një ndër kryesorë do të jetë Turqia dhe tashmë po presim edhe samitin e rrallës të NATO-s. Këtu, nëse Turqia e shpall një gjë të tillë, atëherë siç e tha domethënë edhe ju pak më parë që do të ketë probleme domethënë me NATO, do të ketë probleme me Bashkimin Evropian, do të ketë problem me Rusinë, sepse nëse e shpall këtë, okay, ne po flasim tashmë më shumë për në mesdhe, por nuk duhet harruar edhe që është edhe deti i zi, pra atë kemi komshi Rusin, kemi Ukrainën, Bullgarinë, Romaninë, Gjeorgjinë e të tjera. Pra, domethënë të gjithëve Turqia do i shpalli flak. Dhe ma thot mendja mua që këtë më shumë e përdore domethënë në Turqi, si çdo qeveri, nuk po fajsoj as Erdogan as Kurgan, por përdoret për konsum të mrenshëm për të rritur votat nacionaliste dhe është shumë interesante, përse nëse kthehemi thjesht 10 vitet e fundit pas ndërhyrjes së puçit ushtar të 15 korrikut, kjo temë ka marrë euforinë e vet në media turke dhe kjo në fakt përdoret gjithmonë para saj. Dhe pse është kjo ditë domethënë kjo që po përdoret kaq shumë në median turke, ku dihet që gjithë Ankaraja, diplomacia, politika e Ankaras janë të fokusuara në Teheran, pra domethënë për të bërë një paqe mes Amerikës, Izraelit dhe Teheranit. Dhe tashmë pse dalin këto gjëra, dhe ma thot mendja mua se mendoj unë redi që po atëra presidenti Erdogan, pra qeveria e tij, po përgatitet për zgjedhjet e parakohshme, të cilat duhet të kemi pas 2 vjetë, por besoj që do të bëhen vitin e ardhshëm, ndoshta edhe tani këtë vit, por maksimumi vitin e ardhshëm, që për president Erdogan të rizgjedhë dhe për të fituar domethënë votën, pra për të shtuar ndjenjat nacionaliste, patriotike, besoj që kjo është një ndër temat kryesore që tash vjen në aktualitetin e saj, sepse siç e thatë domethënë edhe pak më parë, nëse Turqia shpall një gjë të tillë, atëherë do ta shohim domethënë ai do të bëhet e keqe me të gjithë dhe a e ka forcën Turqia që të bëhet i vetëm me të gjithë në këtë konjekturë që është rajoni, në shoh pak si të pamundshme redi. Pra nuk ajo që dakord, zgjedhjet e parakohshme janë një argument, po a nuk është argument edhe fakti që të gjitha fuqitë e mëdha sot po pretendojnë, fjala vjen, Shtetet e Bashkuara të Amerikës po flasin për Groenlandën, madje edhe për Venezuelën së fundmi. Ndërkohë Rusia për Ukrainën apo Kina për Tajvanin. Pse jo Turqia, fjala vjen, të mos e pretendojë këtë gjë në një kohë kur thash Turqia mund të jetë e katërta në kuptimin e fuqive të reja që po sfidojnë, le të themi, rendin aktual. Pra, sigurisht qëndron ajo që mund të jemi zgjedhjet parakohshme, por a mundet që të jemi edhe në këtë skenarin e riformatimit të rendit të ri botëror? Patjetër, patjetër që edhe kjo është një mundësi, por jo, nuk e thash me atë kuptimin totalisht që kjo bëhet vetëm për politika e mrenshme, por ndikimi i saj për politikat e mrenshme ka një trusësi të madhe dhe kjo përdoret nga çdo lloj qeverie, pra dhe sidomos nëse e shohim për shembull gjeografinë e Turqisë, ndjenjat patriotike apo nacionaliste janë shumë të rëndësishme, siç janë për Greqinë për shembull. Edhe në këtë aspekt kjo përdoret, kurse në atë por unë e shoh pak ndryshe nga ju. Sepse të gjitha ato shtete që thatë janë shumë të reja, kurse Turqia ka një traditë institucionale, që paktën që 1700 vjetën, pra gati 10 shekuj, e cila Turqia aplikon me dignitet këtë dhe
pse të gjithë marrin hudh domethënë me bërë diçka, Turqia shumë më e ftohur në këtë aspekt. Kushdo që të jetë president, jo vetëm thjesht president Erdogan. Dhe nëse kërkohet pra një gjë e tillë, pra nëse do t'i duhet Turqisë një gjë e tillë, unë e shoh që Turqia atë ka të drejtën gjithmonë me bë, por ama tani për tani, pra domethënë në këtë çështje që duket rajonik, në këtë problemet e rajonit të sotshëm, kjo është një gjë që përdoret vetëm për politikë të mbrëmshme. Dhe nëse do t'i kërkohet Turqisë, po, sepse Turqia ka treguar veten rreth të paktën 64 në Kipër. Pra kur i intereson Turqisë, domethënë si do të jetë dhe çfarë do të jetë rrethana, Turqia e bën atë. E dyta, kthehemi tani në gjatë pandemisë ku Turqia duroi 20 e sa vite dhe 30 e sa vite dhe Karabakun e Azerbajxhanit e arriti ta bashkojë pra me Azerbajxhan, i cili ka qenë i pushtuar dhe ka qenë i pushtuar nga Armenia, por me forcën e normal të Rusisë. Pra i doli kundra kur erdhi koha për atë që Turqia nuk hecen, domethënë nuk kërcen kështu si pupagjel, por i merr gjëra shumë avash dhe shumë shtruar, të cilat ku të vinë koha, domethënë ku të shkojnë litarin e fyt, Turqia nuk është shtet që të mund të negociojnë jo me Greqinë, por as me Rusinë dhe as me Amerikën. Shto kësaj edhe Sirinë, Pastaj, po, se harrova. Edhe Sirinë që kemi tani para 15 muajve, pra domethënë jo para 5 viteve. Ndërkohë telefonatat vazhdojnë, jo më larg se dje pash që kishte patur presidenti Erdogan një telefonat me presidentin Trump, por gjithsesi Sogol kur u futat kërkoja për Mavi Vatan, për atë dheun blu, reagimet kryesore ti thua që ka jehon në Turqi, po jehon më të madhe ka patur në Greqi. Në gazetat kryesore greke ndihej shqetësimi i madh që do të prodhonte nëse ky vendim do të materializohej. Si e vlerëson një skenar të mundshëm, çfarë mund të ndodhë? Tashmë këtë do ta shohim nga ana e forcës. Në radhë të parë, si them, një kollitje shumë e lehtë në Ankara, domethënë është një term shumë i madh për Atinën dhe kjo do ta shohim domethënë krejt normale, sepse dihet forca e Turqisë dhe forca e Athinës, e para. E dyta, por edhe nga Athina, domethënë do ta kuptojmë që kjo përdoret në mënyrën politike shumë të mirë, e cili tash pritet që pas Miçetaqis të jetë Dendias, ku në fakt edhe sot tani duket tani të orë që u lidhme ne bashkë, Dendias po jepte një intervistë për këtë çështje, e cili normalisht ata e përdor për politikat të mbrëmshme, plus saj domethënë Greqia mundohet që të marrë pas shpinë, pra të marrë pas vete edhe NATO, pra përkundra Turqisë, të marrë edhe Bashkimin Evropian, që këtë me të vërtetë për dekada më radhë ka përdorur me sukses shumë herë, por nuk ka arrit qëllimet e veta, është normalisht sepse Turqia është edhe ushtarakisht është edhe më e fortë se sa të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian, se është ushtria e dytë në NATO, kurse Amerika ka luajtur rolin e vet, pra domethënë ka qenë asnjënëse po të thuash, domethënë në këtë aspekt, dhe një kollitje e lehtë e Ankaras krijon një tërmet të madh në Athinë, por ama duhet parë atë që thash unë pak më parë, që Turqia nuk është një shtet që është si kalamon ngacmuesi rritet me njërin tjetrin. Domethënë Turqia ka përvojën institucionale, e cila qoftë në politikat e mbrëmshme, qoftë në politikat e jashtme, është por ama ku bëhet fjalë për një centim tokë, pra jo vetëm për të gjithë anën e detit të Turqisë, nuk po them pra, por për një centim tokë, Turqia nuk di të bëjë negociata, domethënë nuk ka ditë të bërë kurrë negociata, dhe e shohim domethënë kemi fiks 102 vite që është çet modern. Pra, siç e thatë, domethënë edhe jo Sirinë domethënë aty ka penguar të gjithë ato që ka qenë kërkesa kryesore dhe investime miliardë euro nga Amerika, po ashtu edhe nga Europa për të bërë Kurdistanin, pra për të bërë Kurdistanin pjesë Turqisë, dhe as referendumet Turqia nuk ka lejuar t'i lejoj pra që të bëhen referendumet, domethënë Turqia ku bëhet fjalë për tokën e vet, po ama për thjesht për Mavi Vatanin, tani unë e shoh që nuk ka ardhur koha, domethënë aty, dhe nëse ka ardhur koha atëra, pra nuk do të presim shtatorin pasi të hapet domethënë parlamenti në shtator, pra, por Turqia bën sot sepse të drejtën e ka për ta bërë një gjë të tillë, redi të drejtën e ka vetëm një dekret i presidentit. Pra dhe jemi në sistem presidencial, pra siç e ban Trumpi, më thonë edhe pa la bata, por unë nuk e shoh se tashmë është ajo, por e shoh për të konsoliduar
votën mbrena. Këto ku kjo në fakt i intereson edhe Turqisë edhe Greqisë, sepse edhe Greqia pra atje ndrrimi i qeverive të tjera që mund të ndikojnë, por ama që të shpallet një luftë mes tyre jo, sepse nuk ka forcën, domethënë të gjitha ato, sepse sipas në folët të herë të tjera së bashku red që treshja pra koalicioni në thojza apo aleanca Qipëre Jugore, domethënë Qipëre e Gore quhet në Turqi, Qipëre greke, Qipëre e Gore, Athinë dhe Tel Aviv nuk janë që mund të jenë një forcë kundra Turqisë në çdo lloj aspekti. Sokol, të falenderoj shumë për informacionet. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua Almer Toska, drejtuesi i portalit Timoni.al. Almer, kënaqësi që të kam. Faleminderit. Gjoj Marsia, kolegë gazetar. Gjoj, kënaqësi që të kam. Arber Hitaj, kolegë gazetar. Arber, kënaqësi që të kam edhe urime për emisionin. Faleminderit. Si quheshe? Newscast. Albania Newscast. Një format ndryshe nga podcasti. Shumë interesant ishte. Faleminderit. Episodet e para shumë interesante. Ndërkohë kam edhe avokatin Leonard Karaj, kësaj radhe me Zoom. Avokat, kënaqësi që të kam. Përshëndetje. Avokat, në pjesën e parë do doja shumë diskutonim në lidhje me zhvillimet shumë të rëndësishme që po ndodhin tek dosja Meta Kryemadhe. Për shkak të disa përgjimeve që kanë dalë nga dosja. Si i vlerëson këto zhvillime? Vazhdon teatri, po them unë, për nga salla e gjyqit ka kaluar si gjithmonë në publik, në të gjitha mënyrat si e si domethënë që këtë çështje të mos e bëjmë gjyqësore, por më shumë se sa gjyqësore politike. Nga njëra anë për zotin Meta kjo është e volitshme, sepse ai është një njeri politik dhe i intereson shumë domethënë që ta mediatizojë sa më shumë çështjen e tij. Kjo është krejt normale në fund ditës, kurse unë si jurist do kisha dashur shumë domethënë që çështja jo vetëm e zotit Meta, po e gjithkujt tjetër domethënë të ngelesh në brenda kuadratit të sistemit drejtësisë dhe aty të diskutojë përmbajtja dhe jo forma e asaj për të cilën ndodh brenda asaj aule gjyqësore. Duhet të kujtoj një gjë shumë të rëndësishme për te këtyre rrjedhjeve të informacioneve, përgjimeve, quajeni si duani që këto nuk rrjedhin asnjëherë nëse s'duan që të mos rrjedhin. Dakor. Për çfarë po flasim? E rëndësishme për mendimin tim tek çështja e zotit Meta ka qenë ajo kërkesa që ai pati bërë para 2-3 ditësh zyrtarisht ndaj amerikanëve në lidhje me atë kontratën e lobimit e cila do duhet sipas zotit Meta të deklasifikohet, po e them në mënyrë më të thjeshtë të mundshme, me qëllim që të jetë pjesë e gjykimit të çështjes gjyqësore në të cilën është. Në rast se autoritetet amerikane apo edhe këto shqiptare, sepse këto shqiptare janë të interesuar, e bllokojnë publikimin sërish të asaj kontrate, atëherë do të thotë domethënë që neve ajo dosje, ajo provë me shumë gjasa nuk do vihet në dispozicion të gjykatës dhe nuk do kuptojmë akoma domethënë se si është këtë çështje e lobimit të LSI-s dikur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por thjesht do amendsojmë ashtu si kundër kemi bërë deri tani në gjykimin tim, duke u nisur më së shumti nga ligji për partitë politike dhe faktin domethënë që në raportet institucionale një parti politike nuk drejtohet teorikisht nga kryetari i saj, por nga sekretari i përgjithshëm. Dhe jo pa shkak të gjithë le të themi këto kontratat e lobimit dhe jo vetëm nuk firmosen nga kryetari i partisë, por nga sekretari i përgjithshëm. Kujtova edhe këtu më e fundit fare kontrata që Partia Demokratike firmosi me Kris Lasivita, ka qenë zoti Flamur Noka ai që e ka firmosur si kontratë sepse ai është funksionari administrativ më i lartë i një partie. Në rastin e zotit Meta ka qenë zoti Endrit Brahim Llari, i cili asaj kohe ka qenë sekretari i përgjithshëm i LSI-s. Kujtoj një gjë shumë të rëndësishme, gjatë seancës fundit të gjyqit të zotit Meta, zonja Kryemadhi tha diçka domethënë të cilët u kalua në mënyrë si përfaqësore do thosha unë, kur ajo deklaroi që me kalimin e kohës edhe zoti Meta do kuptoj se edhe ata që kanë ardhur në SPAK dhe deri dje i ka kritikuar sharr apo ofenduar sepse ka menduar domethënë që ata i kanë bërë teorikisht gropën juridike, do ta kuptoj domethënë që nuk ka qenë kështu. Duke lënë të kuptohet që ndoshta edhe zoti Ibrahim Llari ndër të tjera, duke qenë se jemi tek çështja e lobimit,
nuk është se e ka ushqyer SPAK-un me prova të tjera kundër zotit Meta. Në këtë kontekst, besoj domethënë që do jetë një verë shumë e nxehtë në të gjitha aspektet dhe pra andrallat të këtij tipi pastaj për rrjedhje informacioni më the thash do jenë gjëra më të ideja ishte që përmenden emra të rëndësishëm dhe sa inkriminohen këto emra, këtë po them unë. Shiko aty, po dakord. Problemi është domethënë që këta emra të cilët inkriminohen, a nuk i dinte SPAK-u, nuk i ka aty në dosje? To thjesht u morën vesh tani nga ne. Pra ne që fillojmë bëjmë analizën e gjës, po SPAK-u aty i ka pasur. Dakord, si vlerësim juridik, po them unë, ti që i shikon në mënyrën se si janë... Unë nuk dua në mënyrë absolute që të shikoj një proces gjyqësor që merret me formën. Pra merret me gjithçka tjetër përveç asaj që ka të bëjë me procesin gjyqësor. Unë dua ta shikoj në këtë lloj mënyre. Pala mbrojtëse, në të drejtën e vet, zgjedh një lloj strategjie dhe kjo strategji, kjo çështja domethënë për ta mediatizuar, është një lloj strategjie. Por nuk besoj domethënë që trupa gjykuese do intimidohet apo do ndikohet nga kjo që neve flasim apo gjë. Atje ku shkohet në gjykat, flitet me prova dhe me fakte. Po, a ka përplasje edhe brenda sektorit të SPAK-ut në lidhje me çështjen Meta? Po, ka. Ka përplasje të forta madje midis Altin Dumanit dhe drejtuesve të aktual të SPAK-ut pikërisht për çështjen Meta. Sepse ndryshe shikon njëri, ndryshe shikon tjetri. Po kjo ka të bëjë edhe me mënyrën se si është vendosur ligji për prokurorin. Prokurori i çështjes me ligjin e 2017-s është zot i çështjes së tij dhe nuk mund t'i ndërhyj kërkush. Kjo pastaj ka pasur një debat të madh se a po e lëshon SPAK-u në një mënyrë apo në një tjetër, ose po e favorizon SPAK-u Ilir Metën, apo do duhet të qëndrojë në atë linjën e fortë që pati nisur zoti Dumani, aq sa u proklamua fort dhe u bë me atë le themi arrestimin në atë lloj mënyre nga ish-presidenti Meta. Unë jam me Klodian Brahon, sepse unë jam jurist dhe preferoj proceduralitetin përballë vrazhdësisë dhe të qenit të fortë. Nuk jetojmë në botën e të fortëve, jetojmë në botën e ligjit, ose më pak kështu duhet jetë. Almer, si shikon këto zhvillime në gjykimin e zotit Meta dhe zonjës Kryemadhi? Shko, unë kam parë gjithë dosjen, është bërë publike. Në dosje Ilir Meta në asnjë nga rrethanat, asnjë nga dosjet nuk është përfshirë drejt për drejt. Thjesht është i përfolur që ka djeni Iliri, thot zonja Kryemadhi, më tha Iliri, por Ilir Meta, nëse kjo merret, më tha Iliri, nëse përbën argument ligjor, përbën fakt, por drejtësinë unë mendoj që drejtësia nuk është në nivelin e duhur dhe nuk është në standardin që pretendojnë të jetë një drejtësi reale dhe e vërtetë. Nëse quhet fakt që më tha Iliri, do thotë që këtu nuk po bëhet më gjyq. Tash më tha Iliri, thonë që ka dhe përgjime ambientale. Le t'ja paraqesim pra përgjimet ambientale ti shohim në çështje është për gjykim tani zotëri. Çka ka dal, nuk del më. Besoj që merret për provë kjo që më tha filan. Më lër ta shpjegoj. Tani Ilir Meta po rrin burg. Unë provat që kam parë në dosje janë këto. Unë aty kam parë një oligark që lobonte bashkë me Monika Kryemadhin dhe Monika Kryemadhi merrte një vilë në këmbim për një ligj. Këtë kam parë në dosje. Në rregull? Që mos përmend emra në këtë emision, se kam problem të përmend emra. Nuk kam parë në dosje që Ilir Meta nuk ka asnjë lidhje fare me çfarë ka bërë Monika Kryemadhi bashkë me kokën e vet dhe me 2-3 biznesmen, me ish kreun e institucionit të zotit Xhixho, Piro Xhixho, dhe Ilir Meta nuk e kam parë aty. Pra, do të flasim të vërtetën. Unë nuk e kam parë Ilir Metën që sot po rrin burg, që të ketë firmosur apo të ketë vulosur apo të ketë dhënë një orientim të faktuar se si do të bëhet çështja e lobimit. E ka firmosur Endrit Brahim Llari. Dhe Ilir Meta nuk ka firmosur aty. Tani kjo është në aspektin si ta trajtojmë çështjen juridike. Tani kur neve shikojmë këto fakte që na janë paraqitur në dosje dhe Ilir Meta qëndron burg, atëherë unë dalë i konkluzion, cili është Ilir Meta nuk e duan në skenën politike. Kush nuk e do? Nuk e do Edi Rama. Po ashtu nuk e do opozita, sepse Ilir Meta është një ujk i pa kontrolluar i cili ka treguar që ka dominuar skenën politike nga viti 2000 e deri sot. Si e ka dominuar? Herë ka sjell tjetrin, njërin pushtet dhe herë ka sjell tjetrin. Në 2005 solli Ilir Meta Sali Berishën, në 2009 e mbajti Ilir Meta Sali Berishën, në 2013 solli Edi Ramën. Dhe Ilir Meta po ka një mëkat që ka bërë me këmbët e veta. Ilir Meta është njeriu i cili i hipi krokodilit në shpinë,
si ishte fabula e famshme dhe krokodili e kafshoi. Pra, Ilir Meta ka gabuar edhe po von gabimi vet. Cili është gabimi i Ilir Metës? Që solli mbushtetet Edi Ramën zotri. Ky është gabimi vet që sot Edi Rama është njeriu i cili shkatroi piramidën politike të Ilir Metës, duke e rrëzuar gurët nga poshtë. Në fillim i largoi partinë, i largoi militantët, i largoi të besuarit e vet, në fund fare i mori dhe Monikën. Dhe Ilir Meta ngeli vetëm dhe u arrestuan atë mënyrë kaq të turshme atje përballë. Edi Rama apo pengoi PD-n që të vinë në pushtet? Nuk ka lidhje pengoj, ai bëri shumë mirë që largoi PD-n nga pushteti, sepse PD-ja ishte i qelur në 8 vite të qeverisje, por po flas gabimi vetëm që ka Ilir Meta. Kjo është nëse mund ta trojmë në këtë spektër. Por ajo që do të kuptojmë sot është pse Ilir Meta qëndron në burg apo qëndron drejtësisht apo padrejtësisht. Është me këto që kemi parë në këtë pyetje fundamentale, di them që Ilir Meta po qëndron padrejtësisht në burg. Unë nuk do të bëj avokatin e Ilir Metës, po do të bëj avokatin e të vërtetës. Ilir Meta unë mendoj që është aty sepse është një lobi më i madh se Shqipëria që do Ilir Metën në burg. Zotëri, ne po shikojmë që të dy partitë e mëdha janë ulur dhe kanë bërë reformën zgjedhore siç kanë dashur. Të dy të mëdhat kanë bërë reformën drejtësi, kanë bërë reforma bashk dhe nuk duan nëpërkëmbë parti të vogla, qoftë LSI-n dhe Ilir Metën, sepse nga Ilir Meta kanë vojtur shumë. Kur Edi Rama shkonte në 2013 apo në 2015 thoshte që do kryente një marrëveshje, kur ishte Ilir Meta thoshte pyesni Ilir Metën amerikanëve. Dhe amerikanët sa shkonin te Meta thoshte Meta thoshte unë jam dakord, po shkoni Iran nuk do Rama. Pra nuk duan këtë mishmashin, këtë lojën e raketave dhe me topin e tenisit që ik atje dhe hajde këtu. Duan që të flasin me një. Dhe për këtë arsye Ilir Meta ishte pengesë dhe i larguan nga skena politike. Ilir Meta po mbahet qëllimisht në burg pas një provë, pas një fakt. Unë i them Altin Dumanit, kamikazi të Yuri Kim që u trubetua dhe u misionua që të fuste në burg Ilir Metën dhe Sali Berishën. Ku janë faktet zotri për Ilir Metën? Cilat janë provat për Ilir Metën që ti e mban në burg? Pra na trego, në dosje nuk ka. Në dosje flitet Monika Kurremadhi, ndërkohë Monika Kurremadhi çfarë bën sot? Është bërë më e bukur, shkon drejton spektakle show busy dhe nuk është në burg. Dhe nuk ka asnjë argument, e ndrit Ibrahim Llai u bashkoi me PS-n. Pra këtu ishte një puç i mirëfill politiko-juridik nga Ilir Metës. Pra është një strategji ndërkombëtare, e cila fillon nga Washingtoni, nga zyrat e Sorosit, që përfundon në Tiranë. Pra Ilir Metën e kanë dashur ta zgjesuar politikisht. Arber, si e shikon këtë çështjen e Ilir Metës në raport me këto zhvillimet e reja që po dalin, që dolën të paktën këto ditë? Shiko, unë kam lexuar me vëmendje ato përgjigje që kanë dalë dhe bie dakord me atë që thot Almeri në ato përgjigje që kanë dalë. Është një dosje shumë herë më voluminoze, për të qenë të vërtet. Ka dy mundësi që mund të dalë një dosje. Është pala mbrojtëse, është dhe prokurori. Pra nga këta dy njerëz e kanë dosjen dhe gjykatësi, por gjykatësi nuk para ngatrohen në këtë punë. Njerëzit që i nxjerrin, ta thash, është prokurori dhe avokati. Dakor. Në rastin konkret ka një gjë që nuk shkon. Në ato që kanë dalë, në informacionet që kanë dalë në përgjigjet, është vetëm zonja Kryemadhi. Dhe mua më lind pyetja si gazetar, nuk kam asnjë gjë me asnjëri, mos ndoshta është bërë me qëllim që të tregohet që zoti Meta nuk ka faj dhe nuk nxjerr pjesa tjetër e dosjes që ndoshta është vetëm zoti Meta. E kam pyetje. Okej, dakor. E kam pyetje retorike, nuk e di si është e vërteta. Sepse nga ato përgjigje që kanë dalë, nga transkripti i atyre përgjigjeve, është zonë Kryemadhi që vetëm në dyqan do të blej me kartën e shatkut, nuk i punon karta, i thot të hape kartën, pastaj blen 12.000 euro. Produkte, pastaj thot që si ka mundësi, ai thot që do ta hap kartën e tjerë. Pra është muhabet që ajo blen me kartën e dikujt tjetër. Dhe e zëm sikur kjo është vetëm zonë Kryemadhi që është marrë me këtë pjesë. A quhet shkelje, a janë kapur para që janë marrë me korrupsion nga Shatku, nga ndërhyrja Monika Kryemadhi dhe tjerë. Se nëse Shatku është biznesmen dhe e ka ndihmuar kushurinë e tij ose zotin Meta, nuk e di, flas po bëj hipoteze. Me Shatku ishte ai përgjimi, Po, nuk ka si provë Arber për Metën, nuk ka, është çështje gjykim, nuk ka çfarë më prokuroria dhe gjykata. Dosja e plot po them. Po dosja ka dalë më gjitha. Jo, s'ka dalë gjithë. Ta japun gjithë dosjen, më ta kaloj forward, ka dalë gjithë dosja. Dosja ka dalë, po që në gjykim dosja ka dalë, nuk kanë çfarë fshehin më. Jo, po ata e fshehin dosjen ata. Kush ta fshehin dosjen? Po të duan. Tash në gjykim nuk e fshem, është publike. Jo, po dosja është publike. Por dosja është publike. Dosja është publike në dosja janë publike. Më dëgjoj pak. Më dëgjoj që ti je gazetar i vjetër edhe ke eksperiencë. Nuk ka shans që në këtë vend që do kishte fakt penal për Ilir Metën, nuk do kishte media pranë qeverisë që nxirrte. Por jam me ty. S'ka më rasti. Ta thash unë mbështes këtë arsyetim të thotë të vërtetën, nëse ka dhe ti dhe ne, po nuk ka. Unë po mbështes atë që thotë dhe fillova që në fillim që jam dakord me atë që thotë. Po thjesht po përpiqem që të shikoj edhe anën tjetër.
Pra, pjesa që ka të bëj pse ka dalë vetëm ky element, se unë nuk besoj që zoti Meta po gjykohet për një abuzim, edhe nëse është, nuk e di, 12.000 euro. 12.000 euro nuk është abuzim. 12.000 euro mund të jetë dhuratë, se nuk është një shifër wow e jashtëzakonshme, është një shifër e lartë, por nuk është një shifër që të kesh një izolim në burg të këtij formati, do të thënë është gati 41 bis. Se dje pati intervistë zoti Meta me telefon, pra ju lejua telefonin. Por ka një gjë, ka disa drithije procesin ndaj zotit Meta, për i të së vërtetës. Dhe drithijet janë përse është ky izolim kaq i egër ndaj tij. Vërtet është kaq i rrezikshëm zoti Meta, çfarë rrezikon? Sepse flasim për një dosje e cila është mbyllur pjesa e hetimit dhe flasim për ngjarje që kanë ndodhur vite më parë. Pra nuk ka asnjë. Kjo është unë doja të fokusoheshim tek zhvillimet e fundit, sepse mund ta trajtojmë edhe të gjithë. Po, zhvillimet e fundit për atë. Zhvillimet e fundit janë maja e majës të icebergut. Emrat që dalin ato përgjime, cili është synimi që është ajo që thot avokati, thjesht për ta thash, mund të jetë një strategji e mbrojtjes të zotit Meta për të thënë që shiko, nuk ka fare lidhje ai sepse është vetëm emri i zonjës Kryemadhi. Dhe nuk besoj që është dora e prokurorëve që nxjerrin vetëm një pjesë. Prokurorët do të nxjerrin të gjithën ose do dalë e gjitha. Megjithatë ka një gjë. Arrestimi i zotit Meta, ne kemi thënë dhe koha po tregon, ka qenë një skandal i madh, mënyra se si u kap, sigur të ishte një kriminal në rrugë. Jo se duhet i themi disa gjëra, Redi. Jo, i themi po në Kosovë. Dhe ka një gjë, ka një problem tjetër. Ka një mungesë transparence. Unë kam thënë edhe më herët, që në fillim kur u arrestua zoti Velia, kam thënë që ka një mungesë transparence, që do thotë, për njerëz me një profil të lartë politik, element të dosjes duhet të nxirren. Ose nuk po them të nxirret e gjithë dosja. Duhet të thuhet tekstualisht, ky njeri është i rrezikshëm sepse prish provat. Por si prish prova, sepse një prokuror mund pretendoj për çdo gjë prish provat, por duhet japi dhe argumentet. Po këto duhet të jenë argumente jo vetëm ligjore, më kupto. Duhet të jenë publike, sepse argumentet politike që bëri Almeri me të drejtë thotë që shiko, unë them që zoti Meta s'është i rrezikshëm, unë e njoh etj, ku e ka rrezikun për një dosje e cila për një çështje që ka ndodhur 10 vite më parë, pse ka rrezik tani? Çfarë do të bëjë dëshmitarëve ndërkohë që hetimi është bërë, është në kontroll, është monitorim etj. Komente politike. Politikisht nuk kemi çfarë themi shumë në këtë pjesë sepse ka një komplot thotë Almeri për ta eliminuar nga skena politike për arsye që nëse ka një komplot, unë nuk besoj që ka një komplot ndaj zotit Meta, sepse në fund të ditës duhet të jemi realist me një gjë. Mori një parti që zonja Kryemadhi ja la me 3 mandate, mos gabojmë, partia 4 mandate. 4, edhe 100.000 vota. Pra e fundit ishte me 4 mandate. Pra një parti me 4 mandate, ndërkohë që Rama nuk ishte nevojë fare për mandatet e zotit Meta në 2021. Po ishte me 100.000 vota. Nuk ishte, po mund të jetë dhe me 200.000 vota. Dhe Adriatik Lapa i ka 80.000 vota sot zotri. Dakor. Pra 20.000 vota është diferenca. Por ka një gjë. Pra nuk kam parë në asnjë moment ndonjë interes vetëm, po tani po futem në konspiracion vetëm të Ramës për ta goditur. Nëse ka patur një interes për të goditur LSI-n, ai ka qenë nga 2 parti të mëdha, sepse ka qenë një pain in the ass, po përdor një term anglisht, edhe për PD-n, edhe për PS-n. Dhe këtu do të thonë pra, po përmenden emra që kanë lidhje me opozitën. 2021-shin kritikat më të mëdha që ka pat zoti Meta, LSI-ja e ateshme, pa u shkruar më pas në Partinë e Lirisë, ka pas nga Partia Demokratike. Nuk i ka patur nga Partia Socialiste, sepse iku nga PS-ja 2017-ën. Dhe zoti Meta e la me 17 mandate, zonja Kryemadhi i dorëzoi 17 mandatet dhe e mori dhe e la partinë me 4 mandate. Meta s'ka qenë dieni për ato që vonte Kryemadhi. Thotë ai, por ja ka lënë partinë me të njëjtën statistik si në vitin 2009. E qartë. Pra, dhe kanë gjendë e mbylla, Gjoj, e mbylla, nëse ka një komplot, atëherë i bie që të jetë zonja Kryemadhi pjesë e komplotit. Gjoj, si vlerëson këto zhvillime? Po tani politikisht ajo që thot Almeri ka sens, po dhe Meta kanë përshtypjen është i vetëdijshëm, politik jeton nga shpata dhe vdes nga shpata, në kuptimin figurativ. Në kuptimin ligjor dhe në aspektet e dosjes, unë nuk besoj që ka njëri iluzionin që në LSI lëvizte dikush një gisht pa dijenin e Metës. Kjo është thjesht pjesa e parë.
Megjithatë gjithashtu e drejtë. Është interpretim, ne po flasim që në gjykatë. Ja ta mbaroj se tash është thjesht pjesa e parë. Gjithsesi, mendoj që duhet shqyrtuar gjithashtu personat që kanë firmosur, sepse një të mirë që solli SPAK-u në Shqipëri është që nuk po firmosin më do si do. Dhe çdo person i rritur mban natyrisht përgjegjësi për firmën e vet. Dhe se i takon përgjimeve është ndjeni i tiri, nuk janë prova, por janë indicie që duhen bashkuar me veprime konkrete të metës. A janë kryer apo jo, këtë nuk e di ta them. Gjithsesi, tash mos bëjmë naivin, LSI ka qenë një projekt i iniciuar, i ideuar, i zhvilluar nga Ilir Meta, që vdiq njëkohësisht me dobësinë e Ilir Metës. Pra, Partia e Lirisë, si thua, gjeti fundin e vetë politik, është dobësi e tij. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që duhet merret a priori që për pagesat fajsohet Meta nga gjithë ky pushtet i madh që kishte mbi forcën politike. Në rastin më të keq mund të jetë bashkëfajtor ose ndoshta edhe realisht mund mos ketë padur dieni për teknikalitete që mund ngarkojnë në përgjegjësi personazhe të tjerë. Nëse është një opinion bazuar mbi intuitën, për mendimin tim nuk bëj një lëvizje në atë parti pa djenin e zotit Meta. E kisha për Almerin, ndjes për ndërhyrje, kisha dhe për Almerin këtë si pyetje. Domethënë, sepse në mënyrën se si e parashtron Almeri i bie që edhe Metës i kanë hëngër, i kanë ngrënë dardha maskrave, siç edhe Ramës. Tani bie që edhe Berisha i kanë ngrënë dardha dhe këta... Ja ta mbaroj Gjoj dhe të minuta. Unë thjesht këtë e kisha idenë që sigurisht që perceptimi primar është që asgjë nuk bëhet pa djenin e Metës, por gjitha faktet edhe provat duhen bashkangjitur me veprime konkrete që ngarkojnë atë me përgjegjësi penale. Nëse më pyet pa të dhënë një provë, se nuk jam prokuror, mendoj që Meta nuk ka qenë jashtë djenis për atë që ka ndodhur. Provimi ndërlidhja e këtyre veprimeve i tashkon ka dy momente politike të marrëdhënies kryemadhi Meta që tregojnë që kryemadhi ka marrë vendime pa miratimin e Metës. E ka pohuar shprehimisht që në vitin 2019 i ka djegur mandatet pa lejen e Ilir Metës dhe e ka pohuar që nuk e ka bërë këtë lëvizje dhe nuk ka reflektuar më pas duke thënë që mua më ka thënë Ilir Meta. E ka marrë vendimin vetë. Dekretin për zgjedhjet Redit lutem, po flas për marrëdhënien e raportit e Kryemadhit. Pra fakti i parë që Monika Kryemadhi e pranon dhe sot që ka djegur me kokën e saj mandatet pa e pyetur Ilir Metën. Fakti i dytë i pohuar politikisht dhe i pohuar mediatikisht është që Monika Kryemadhi në zgjedhjet e kandidatit për Bashkinë e Tiranës nga Partia Socialiste në 2015 ka qenë një komunikim i vazhdueshëm i saj pa djenin e Ilir Metës, duke bërë një lloj intrige me Edi Ramën për të caktuar Erion Velie, ndërkohë që Ilir Meta donte Blendi Klosin. Pra ajo këto thotë që ka mesazhe. Unë kam shkëmbyer mesazhe që janë administruar si provë që ja kanë çuar Ilir Metës më pas për tradhti politike, pra e pretendon zonja Kryemadhi. Por ndërkohë ajo pohon që unë kam qenë me Edi Ramën dhe kam lobuar që dali kandidat më i mirë Erion Velie se ishte i ri. Është pohuar jo më larg se një muaj. Politikan që ti the ka dominuar skemën politike, me vërtet mendon kaq naiv sa ka qenë out gjithë këto. Unë mendoj që Ilir Meta është njëri që ka besuar shumë njerëz në pushtet, kush e njeh nga afër. Pra Ilir Meta mund të ketë mëkatet e veta politike. Edhe i ka pafund mëkatet e veta, por në këtë rast, për atë çka po ndodh me këtë dosje nuk ka faj zotëri. Nuk ka faj në këtë moment, sepse Ilir Meta kush ka punuar nga afër thot, shkon në këtë pozicion dhe krye detyrën. Nuk thot dikush sot që Ilir Meta më ka ndërhyrë mua. Nuk thot dikush që Ilir Meta më ka diktuar mua. Pra Ilir Meta të gjithëve që ka thirrur, të dish, unë e them në çdo studio ta them edhe këtë rast. Ilir Meta ka prodhuar talente politik, njerëz të aftë të administrojnë terrenin, po të administrojnë marrë ndërkombëtare. Dhe dy nga talentet politik që ka rritur Ilir Meta, Edi Rama po mban pushtetin, me një brenda dhe një më jashtë. Pra janë njerëz të Ilir Metës që sot kanë aderuar dhe kanë shkuar në qeverinë e Edi Ramës. Dhe pikërisht njerëz të Monika Kryemadhit. Tani, rastësiu duket ju që dhe gjithë dosja që Ilir Meta po gjykohet sot, nuk përmendet një argument që unë takova Ilir Metën, po takova Monika Kryemadhin. Unë dakord jam me ty që mund të ndahen gjërat në shtëpi, burri dhe gruaja, mund të ndajnë detyrat. Por nuk mund të tani ne jemi në parë gjykatës. Dhe unë si person që shkoj në gjykatë, jo, është personale çdo gjë. Unë ti mund t'i thuash bashkëshortes tënde që shko atje bëj këtë, por bashkëshortja jote mund të bëj gjëra edhe pa djenin pa lejen tënde, nuk do të thotë që është faji jot.
Pra, faktet penale, ne ndajmë opinion bërjen nga fakti penal. Kur shkon gjykat zotëri është fakti që përballesh. S'është fakti, nuk ka fakt. Tani, rastësisht që është pronari një televizioni sot është në dosjen e Monikës Kurremallit. Një gazetar shumë i njohur nga Kosova ka marrë një vilë aty, një biznesmen shumë i rëndësishëm. Në asnjë nga këto rrethanat nuk tregohet që është Ilir Meta. Ora ky Ilir Meta kaq i pa rritshëm pas ka qenë ky njeriu që s'ka një fakt penal, do thotë Ilir Meta mund të ketë deleguar, unë jam dakord që mund të ketë lënë hapësirë Monikë Kurremallit të veprojë, por jo të veprojë kundra ligjit. Dhe nëse ka vepruar kundra ligjit, pse nuk merret e pandera Monikë Kurremallit për këtë rast? Se vetëm emri i saj. Pse është Ilir Meta më burg? Jo, unë po flas ti aty te vendi ku është Ilir Meta. Sepse të gjithë primet, ne po bjem dakord në këtë panel që Ilir Meta po mbahet padrejtisht në burg. Pse po mbahet në burg pra? Ku nuk ka vepër penale. Këtu dalim në atë që këtu ka një komplot pastër ndaj tij. Sepse në çdo rrethan nuk del emri i tij. Çfarë do të themi ne tani që Ilir Meta është mëkatar, ka vjedhur, ka bër? Nuk e themi dot. Është turp. Pra ne duhet të mbajmë qendrim koshient për ato që kanë në dosje penale. Po ti thua fabulën që ka përdorur ndjeri kastriot myshtare, po jo, me krokodilin, me... Po pra, ajo është fabula, ajo është politik. Aty Ilir Meta... Nga tre kafshët e kemi kanë të lashe me ka marrë dëshkimin e merituar. Unë kam mik Ilir Meta dhe i gjendroj deri në fund. Aty i ka bërë hakun, sepse ishte njeriu që pruri këtë krokodilin pushtet. Po vuan mëkatin e vet, i hipi në shtëpinë krokodilit ai. Ai këtu nuk ka. Është njeriu që e mori këtë vullnet, e ndoqi fatin e vet dhe fati i vet e pruri deri këtu. Ilir Meta nuk pyeti njeriu kur u bashkoi me Edi Ramën. Përkundër, ka bërë bekimin në Shkodër ku ka qenë përfaqësues serb, siç ka qenë dikur partia. Pra Ilir Meta ka gabuar në mënyrë të llahtasshme politikisht në këtë lloj marrëveshje. Ktu nuk i falet. Pra kjo marrëveshje ç'a bëri? Duke afruar nga afër, ai e greu Ilir Metën. E greu politikisht. I tha i diktoi presidencën, shkoi president, duke qenë mori Monikën këtu e kishte më të lehtë për ta kontrolluar, i shpërbëri partinë. Mori edhe pak Ilir Meta në atë kohë, 19 deputet. Cilët? Ka Ilir Meta ka marrë votat e veta dhe votat e PD-s. Nuk ka marrë asnjëherë vota më shumë majtës. O Almer, prisin demokratën kohën e Çadës që të zbrisen atë kohë. Ajo ishte tjetër gjë, nuk po i hym. Edhe për atë ka pretendime Meta, më thotë që më rrejti Lulbasha tani. Ato kemi dëgjuar opinionet. Por u tham te dosja penale, Ilir Meta po mbahet padrejtisht në burg. Nuk ka fakt. Të nxjerrin fakte dhe ne themi që Ilir Meta o ti mëkatar, o ti pika, o ti që ke bërë 1000 zezat. Por s'ka. Çfarë do themi ne tani? Avokat, është linja avokati. Avokat, se fole për luftë brenda Spakut, për plasje brenda Spakut, në lidhje me këtë dosje, unë do doja shumë të kalonim tani tek një situatë tjetër që lidhet me kandidatin për ambasador të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili foli dje, shpalosi dje para Senatit, le të themi atë mënyrën se si ai i kërkon t'i qaset realitetit në Shqipëri. Ku normalisht Spaku vazhdon të mbetet edhe në sytë e tij dhe përpara Senatit Amerikan vazhdon të mbetet ai Spaku që kemi dëgjuar dhe tek ajo ambasadori Yuri Kim që foli Almeri apo ju se s'm kujtohet tani për momentin. Pra, vazhdojnë ambasadorët amerikan të rrinë në raport me qëndrimin që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë me Spakun, të rrinë konsekuent. Është normale kjo që të rrinë tjenë konsekvencë, sepse Spaku është pjella e tyre, pra është produkti i tyre. Janë e kanë mbështetur, e kërkuar me të gjitha mënyrat, e mbështetën dhe po e mbështesin. Kështu që është krejt normale që dhe ambasadori i ri, i cili është në tentativë akoma, sepse do duhet domethënë që të marrë verdiktin e Senatit për të ardhur në Shqipëri, të ketë të njëjtën qasje. Ajo që u vure dje në Senat, po themi, domethënë ishin 4 ambasador, domethënë 4 pretendent për ambasador që do shkonin në 4 vende të ndryshme. Në qoftë se për ato 3 vendet e tjera ambasadorët flisin me gjëra krejt normale, globale, vetëm ambasadori i cili do duhet të vi në Shqipëri, kishte një qasje krejt tjetër, duke marrë dhe edhe skenën le të themi të asaj pyetësorit në atë Senat. Sepse vetëm aty u pa të flitej për krim të organizuar, për probleme me të sistemit të drejtësisë, për probleme të shtetit, çka nuk u fol për shembull ambasadori i pashëm që do shkonte në Australi, apo ai tjetër që do shkonte më duket në
Finlanda, Danimark, nuk e di se ku ishin. Pra se ishin 4 kandidat. Kjo të bën, domethënë të mendosh se në çfarë pozicioni është realisht Shqipëria sot. Dhe amerikanët janë rrekur vazhdimisht, domethënë që të ushqejnë SPAK-un sepse duke parë atë si instrumentin e vetëm i cili do mund të çojë përpara drejtësisë si politikan të korruptuar edhe kriminal. Unë në logjikën time gjithmonë e kam thënë që nëse ka një kundërshti unë në raport me amerikanët është që ata e vënë theksin te krimi organizuar dhe kriminalet dhe kartelet e drogës, për mua nuk është ky problemi i Shqipërisë. Për mua problemi i Shqipërisë është ka qenë do mbetet, është korrupsioni në nivele të larta. Korrupsioni është problemi i Shqipërisë, nuk është kartelet e drogës. Sigurisht edhe ato kanë ato problematikat e tyre, por korrupsioni është vrastar në këtë vend. Prandaj mua nuk më bën shumë përshtypje fakti domethënë që ose më bën më shumë përshtypje fakti që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk i mëshojnë më shumë kësaj idesë së korrupsionit në rangje të larta. Dhe për të rikthyer kësaj çështjes që sapo the, të Ilir Metës, edhe unë besoj domethënë që Ilir Meta sot është në burg dhe nuk do duhet të ishte në burg në atë mas sigurimi personal, për shkak se ato çfarë neve kemi lexuar nga dosja e tij penale nuk të bën të besosh se masa arrest me burg duhet të ishte ajo që meritonte zoti Meta. Politikani Ilir Meta, tashmë jo më unë si avokat, po unë si qytetar, unë do doja ta shikoja Ilir Metën, jo aty ku është, po Matandetit, sepse perceptimi im për Ilir Metën, për Sali Berishën, për Edi Ramën, është që kanë rrëmbyer, kanë pengmarrë për 35 vite këtë vend. Dhe o kanë mëkate ata, o nuk e di unë se kush duhet ketë mëkate. O kanë futur ata dorën në xhepat e shqiptarëve, o nuk e di se kush duhet ketë. Por ne këtu nuk i dënojmë njerëzit me perceptim. Ne këtu duhet të dënojmë njerëzit me fakte dhe prova. Dhe për t'ju kthyer për pyetjes tënde, po është e vërtet ajo që ka pas një përplasje të fortë midis Altin Dumanit dhe Klodian Brahos. Nuk jam qenë aty se jam prezenti asaj i ngjarjes. Në çfarë kam dëgjuar? Në çfarë është në SPAK, ka dy qëndrime të ndryshme. Altin Dumani vazhdon të qëndrojë asaja idesë të tia të fortë ndaj zotit Meta dhe ndaj gjithë ndërtimi politikanëve të tjerë, ndërsa Klodian Braho duket sikur është i hyshtur më së shumti drejt proceduralitetit. Që në krye të herës kur ai është zgjedhur në krye të SPAK-ut, unë duhet ka thënë, janë dy personalitete të ndryshme në mënyrën se si e shikojnë ata botën juridike. Klodian Braho mund të mos jetë personi i cili bën gjëra të mëdha, të bujshme, por ama është personi, sipas mendimit tim dhe hyjtën ta besoj këtë, që kur ta çojë një dosje në gjykat, të sigurojmë që do jetë i qetë, por në atë mënyrë sa gjykata nuk do ketë mundësi ta arrësojë. Dhe unë uroj që këtë gjë ta bëjmë me Belinda Ballukun. Uroj shumë që ta bëjmë me Erion Velien. Uroj shumë që ta bëjmë me Sali Berishën dhe shumë faktorë të tjerë që janë në atë le të themi organizat. Dhe pa harruar një fakt shumë të rëndësishëm, ky SPAK sot ka përballë në mënyrë të frikshme Edi Ramën. Të frikshme e red. Ma beso këtë. E ka përballë apo e ka përballë? Mbi krye. E ka përballë, aq përballë e ka red, saqë ta kam thënë përpara pak kohësh dhe po ta rrithem prap. Sot po mbahen vendet bosh në gjykatën e apelit për këta prokurorët e SPAK-ut, këta vetë po e bëjnë, sepse këta e kanë kuptuar fort mirë që Edi Rama nuk do t'u japin këtyre as një shans që këta të kenë një mandat të dytë. Duke ditur këtë gjë, ata po mundohen 2 vit para të rregullojnë 2 vite gjysmë përpara, të rregullojnë vetën oret. Sepse Edi Rama nuk ka për t'u dhënë këtyre një mandat të dytë, këtyre 9 parëve që kanë qenë në 2019. Pikërisht kjo është arsyeja që unë po ta them edhe një herë tjetër, bindur për këtë gjë, që këta prokurorë të SPAK-ut tashmë po bëhen pragmatist. Pra jo më idealist. Që unë jam i bindur, avokat, jam i bindur se kjo reforma në drejtësi na ka bërë dhe neve nga pak ekspert në raport, apo hapi atë kapakun e pusetës të asaj se ku ndodhet sistemi ynë i drejtësisë, po gjithsesi. Edhe një gjë kisha për të ashtu se ndoshta s'më vjen radha, po për ta lënë dhe kolegëve aty pasaj që të flasim. Red ka 2 probleme shumë të mëdha që jam parë gjatë kohës të fundit.
Sot, ose më mirë, para 2-3 ditësh, GKK-ja i ka kthyer një dosje Spakut për zonjën Irena Gjoka. Ajo është një këmban alarmi për Spakun Red. Sepse Spaku shkoi në gjykat me pushim çështje për Irena Gjokën. Po, dakord. Ajo është e frikshme. Po Është e frikshme sepse avokat. Gjykata ja ka kthyer mbrapsht dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme, domethënë që duhet t'ia themi publikut. Ja themi, po nuk e kam sot, besoj të hënën do të kem studio dhe mund edhe ta diskutojmë, se sot do më dhënë fokusi s'kam shumë kohë për të shpërndarë, më kupton avokat? Në rregull. Ndërkohë, Gjoj, si e pe ambasadorin, kandidatin për ambasador Shtetet Bashkuara të Amerikës, si lexove mesazhet e tij para Senatit? Jam pak më optimist avokati nga ajo që foli kandidati për ambasador Eric Wendt. Praktikisht Spaku është nyja e gjitha marrëdhënieve mes Shtetet Bashkuara dhe Shqipërisë. Kandidati për ambasador quhet Spaku në organ të pavarur dhe apolitik do ta mbështesin për aq kohë sa vazhdon mbetet i tillë. Ai listoi 4 prioritete që do të jenë mbështetja e Spakut, lufta kundër krimit të organizuar, me fokus atë që tha avokati për trafikun e lëndëve narkotike nga Amerika Latine drejt Evropës, ndërlidhja e bizneseve amerikane me mjedisin ekonomik në Shqipëri dhe njëkohësisht garantimi i kushteve për konkurrencë të ndershme, gjithashtu dhe siguria amerikanëve në kuptimin personal dhe në konceptin e arkitekturës së sigurisë që ne ndajmë në kuadër të NATO-s. Pyetje konkrete kishte më shumti për drejtësinë, pra Spaku u bë një lloj kryefjale e diskutimit, garantohet një vazhdimsi e mbështetjes, edhe pse u tha që kjo mbështetje do të vazhdojë për aq kohë sa Spaku do të ruajë një lloj neutraliteti politik. Ambasadori foli me fjalë të mira për ushtarët shqiptar me cilët kishte bashkëpunuar misione paqëruese në Irak dhe në Afganistan. Besoj është i profil i lartë, për shembull gradën General Lieutenant, aktualisht në status aktive kanë 55 persona në një ushtri amerikane që është në disa milion 55. Po, vetëm 55 persona kanë status aktiv. Ai është në pension në kuptimin ushtarak, por në fundin e karrierës ushtarake tranzitoi drejt misioneve diplomatike që ndërlidheshin dhe me konceptin e sigurisë. Është një profil i mirë, është nominuar më herët për ambasador në Katar, nuk është refuzuar, thjesht procedura për shkak të mbylljes punimeve të Kongresit është kthyer pa një përgjigje. Dihet që ka situar një raport mirë me presidentin Trump, duke qenë se nuk hyn tek diplomatët që kanë bërë karrierë në Departamentin e Shtetit, dhe risia për Shqipërinë është që nuk vjen më një ambasador karriere, por një personazh që ka cilësitë e veta. Si ta lexojmë këtë? Kemi, domethënë, unë kam një lexim që nuk them është i drejti, por besoj do të jetë një mesazh për rajonin, pra po sjellim një profil të lartë ushtarak ose diplomatik, nuk do të lejojmë një tjetër vatër që mund ndizet në Ballkan. Së dyti është një personazh që mund sjell stilin e buldozierit diplomatik, pra e kemi parë edhe nga vizita e caktuara të zyrtarëve të lartë amerikanë që do të vinë me 2 opsione, merre ose lëre, pra nuk do të shohim stilin diplomatik të butë, dhe vetë fizionomia e personazhit është disi intimidues, domethënë do ta shohësh edhe nga pamja. Arber, si e shikon këtë lloj personazhi, këtë lloj figure, një general me 3 grada? Shiko, kur i lexon karrierën, ai shquhet që është njëri kokfort, kokshkëmb, mund të japim pseudonimin që duam në shqip. Pra është njëri që nuk para tërhiqet dhe është njëri që ka bërë betejë, ka njëri që vjen nga lufta. Pra është njëri i cili ka marrë vendime strategjike, ka marrë vendime të forta, vendime që i ka ditur që do përballej dhe me ushtri dhe me grupe terroriste të rrezikshme, prandaj është një personalitet i fortë, duhet theksuar. Nuk është një diplomat tipik që jemi mësuar, që do t'i rumbullakosi fjalët ose mund të përdori atë gjuhën e drujt që ne jemi këtu, mbështesim dhe atë dhe këtë dhe atë dhe këtë dhe nuk kuptohet. Për të së vërtetës, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pasur ambasador
po kaq të fortë sa pritet të jetë edhe ambasadori i radhës, Wendt, për shembull po të krahasojmë zotin Luka që një nga ambasadorët më të ashpër që ka patur, më të vrazhd që kanë patur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krahasimisht me John Withers, që ishte shumë herë më i butë, Arvizu që ishte shumë herë më i qetë, ose Withers që ishte poet, bënte poezi, po ta mbani mend ka patur një deklaratë që u bë edhe virale, me atë krimin që hante pak nga pak gjethen dhe ngripemën, pra me korrupsionin. Ishte shumë elegant në komunikim, ai që quhenin edhe me humor çokoladë. Ndërsa erdhi më pas ambasadori Arvizu, ishte një ambasador i kujdesshëm. Unë kam patur mundësi të takoj disa herë, kishte informacion të papar, të jashtëzakonshëm. Në zgjedhjet e 2011-s më kujtohet tek Vasil Shanto të Bashkia e Tiranës që u vonuar një javë rezultati, përveç i mëngët dhe ndoqi nga afër rezultatin. Pastaj kemi pasur ambasador shumë të ashpër. Donald Blue ka qenë ambasador shumë i fortë. Ishte ai ambasador që një ditë para se të votojë reforma në drejtësi, ka bërë protestë me shoqërinë civile para kuvendit. Ka qenë protestë simbolike, por ai ka protestuar dhe ka qenë deputeti Narndoka, mos gabohem, që ka nxjerrë edhe mesazhe që i bë thirrje. Nëse ti nuk do shkosh të votosh, kemi diçka për ty zotri. Pra ishte një lloj kërcënimi në klapa që shiko, reforma drejtësisht projekt amerikan mos bë shaka. Pastaj Yuri Kim ishte ambasadorja që ka qenë ndër më të ashpra dhe ajo, sidomos për hir të vërtetës me opozitën shqiptare. Dhe jo me efektivitetin e LUS. Patjetër, po kishte tjetër qasje, pra ishin vendimarrje që ishin shumë të brendshme politikisht sesa e LUS që do një konsensus politik. Dhe ata kanë fjalën këtu që kemi patur ambasador shumë të fortë. Tani kemi një vakum. Yuri Kim. Si? Senatit më kujtohet edhe për mesazhet që dha ka ndërsa Donald Lu ishte ambasador që dinte shqip, mësoi shqip. Flisë shqip, dha mesazhe në shqip, kush e kujton. Pra, unë besoj që zoti Wendt do jetë një mix, ndoshta mes Donald Lus edhe Yuri Kim. Megjithatë prioritetet kanë ndryshuar pak, pra i zhvon më shumë fokusi luftës ndaj karteleve. Por pavarësisht kësaj, se ky është një proces që nuk mund të mbyllet me një javë, me 2 javë, me 2 muaj. Pra që do thot nga shtatori që pritet të vijë ambasadori i ri, do të një rrugë. Në shtator vjen në Arbër? Në shtator vjen. Pra gjitha procedurat ndoshta mund të vijë më vonë. Se zakonisht vjen në janar, domethënë. Po, ndoshta vjesht. Prandaj po unë them në vjesht. Po them është një procedurë që do zgjasë. Okay. Nuk do vi tani. Pra unë them vjesht, dimër aty. Pra, nuk do vi tani, më e pakta do vi në vjeshtën e këtij viti. Okay. Sfida kryesore që do ketë ambasadori, për mua, nuk janë as korrupsioni, nuk është as pjesa që ka të bëjë me krimin organizuar, sepse kemi një institucion që i lufton ato. Roli që do ketë janë zgjedhjet lokale të 2027-s. Pra, monitorimi i zgjedhjeve. Aty do duket, mendoj unë, qasja që do ketë ambasadori i ri. Kishte fare të shqetësimet e veta. Shiko, nuk e kishte. Sistemin politik. Nuk e kishte, asnjë ambasador nuk e ka patur. Yuri Kim e ka pas, po haj. Asnjë ambasador nuk e ka deklaruar në Senat këtë gjë. Por kur kanë ardhur këtu, ajo ka qenë pjesa që na ka interesuar ne më shumë, sepse ka një gjë. Krimi organizuar, lufta ndaj krimit organizuar, e kemi edhe ti në sfond, ke strukturën e posaçme. Mjafton të japësh mbështetje ndaj strukture të tillë SPAK, GKK-s dhe Vion. Po, e ktheu në kryefjalë, ai është e vërtetë kjo gjë. Pjesa ndaj asaj që është quajtur kartele të tjerë, pra, por pjesa që është më nevralgjike është pjesa e zgjedhjeve. Dhe aty do kuptohet si do jetë qasja që do ketë ndaj opozitës, sepse për mua ajo është më e rëndësishme se sa elementet e tjerë. Do kuptohet qasja që do jetë ndaj opozitës dhe qasja që do ketë ndaj majorancës. Luftën kundër karteleve shohim dhe në urimet e pavarësisë, që nuk ka qenë Po, ka një gjë. Përveç deklaratave nuk ka çfarë të bëhet më shumë. Jo, mbështetja për SPAK-un është një mesazh për opozitën. Po, mbështetja për SPAK-un është një mesazh për opozitën, po shiko, pavarësisht kësaj janë zgjedhjet. E qartë. Qofse ti thua se ka një gjë, për mua gjithë pjesa kryesore janë zgjedhje, sepse gjithë këto kartele që flitet, që edhe pse u mendoj që Shqipëria nuk ka kartele, por ajo që flitet marrin të mirëqen që janë, kartelet funksionojnë për t'i dhënë pushtetit zgjedhjet, apo jo? Se kartelet nuk funksionojnë të pavarura ose janë autonome.
Pra, argumentimi është që këto shërbejnë ndaj qeverisë që e ndihmojnë fitoj zgjedhjet. Qeveria i përdor këto për fituar zgjedhjet. Po, ai shërbejnë qeverisë, qeveria i përdor, e njëjta gjë është. Opozita nuk i përdor dhe prandaj humbes zgjedhjet. Ky është argumenti kryesor. Prandaj unë them, thelbi do jetë te zgjedhjet. Qasja që ai do ketë një qasje të ashpër ndaj majorancës të zgjedhjet, përdorimi i administratës, të thash, ose do ngri këto shqetësimet që njerëzit që janë me probleme me drejtësi nuk do të jenë kandidat për zgjedhjet lokale, se ka disa kryetar bashkisë që janë në SPAK. Kryetari i bashkisë Gjirokastrës po shkon një muaj po një muaj. A mendon se do ta intensifikojë, do t'i japi zemër SPAK-ut në goditje ndaj korrupsionit në mënyrën se si u impostua kandidati? Pavarësisht të tjerave, në përgjithësi unë hyj te natyrat e njerëzve që bilancet i bëjnë në fund. Pra bilanci i punës bëhet në fund, nuk bëhet në fillim. Por nuancat po themi se. Por po themi një gjë që njerëzit duhet ta dinë. Në përgjithësi, diplomatët më të mirë nuk vinë asnjëherë nga ushtria. Po pikërisht pra, vinë ata. Pavarësisht emrave, diplomacia nuk do urdhra të prerë. Jetojmë në kohë tjetër. Ta vinë me shkop. Edhe SBA s'ka parë asnjëherë president atipik të Donald Trump. Jo, po ka një gjë. Po është shumë diplomat. E sulmoi Kinën, u fol do kishte luftë me Kinën, vetëm diplomat nuk është. Almer, po gjithsesi mos fokusohemi. Si e shikon në lidhje me opozitën? Atëherë, dhe majorancën, njëkohësisht, se po fillimisht ambasadori i ri, pak a shumë CV-ja e tij u tha nga kolegët, ajo që unë shikoj me interes është sfida e tij në raport me skenën politike, e cila herë është duket sikur është e njësuar në një trup, herë sikur është bipolare. Unë mendoj se çfarë do jetë, mendoj se sfida kryesore e Eric Wendt është si do jetë raporti i tij me të dy polet politike, me dy liderët aktual politikës. Sa ja frushën dhe sa konsekuent do jetë raportet politike, do jetë kaq i ftohtë sa është zonja Nuland e distancuar zonja Van Horn, do jetë apo do ketë këtë gjuhën ultimative, këtë gjuhën e drunjë, gjuhën e fortë ndaj dy liderëve politik. Unë kam një opinion edhe për këtë gjë. Unë mendoj pse e kanë sjellë një figurë të tillë që nuk është klasike diplomatike. Unë mendoj që ardha e një personi me kaq gjuhë të fortë është për të pastruar dhe për të larguar nga skena politike dy liderët kryesorë. Pra unë mendoj që Eric Wendt ka ardhur për të larguar nga politika Edi Ramën dhe Sali Berishën. Në vërtet SPAK-ut. Në çfarë do lloj forme që i delegohet dhe i jep posti ambasadorit në vendin tonë. Pra ai do përdori të gjitha mekanizmat që kanë në dorë për të larguar nga politika Edi Ramën dhe Sali Berishën. Mund të jetë SPAK-u, mund të jetë vendime politike, mund të jetë ndikime dhe presion përmjet gjuhës diplomatike, mund të jetë të gjitha format që kanë përdorur ambasadorët e tjerë që kanë qenë në Shqipëri. Pra ai ka një mision. Tani, çdo ambasador me që përmendën kolegët, çdo ambasador amerikan që do vinë në Shqipëri, ruajtja e stabilitetit politik dhe rajonit, po ashtu ruajtja e qëndrueshmërisë dhe besueshmërisë ndaj SPAK-ut do ta bënte çdo kush. Dhe kjo do jetë e panegociueshme për çdo të deleguar, çdo të dërguar të Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Pra, konsistenca, mbështetje permanente ndaj çdo drejtuesit të SPAK-ut dhe kryerja e disa detyrave të forta në luftën kundër korrupsionit, në luftën kundër krimit të organizuar, që është shumë e suportuar nga qeveria aktuale, që është një binom i pandar në çdo lloj lëvizje, pra paratë që prodhohen nga trafiku kokainës vinë investohen në Shqipëri, e thënë nga raporti Dash. Paratë e kokainës që vinë nga Amerika Latine investohen në ndërtim në Shqipëri, e thënë po kjo nga raportet e Dash. Këtu mendoj që këta do jenë të njëjtë në këtë lloj dhe persistent në këtë lloj lufte. Unë nuk e shoh këtë çështje që do jetë primare. Primare është sa do ta nxjisi dhe sa do ta përdori forcën e vet në raport me deleguarin e SPAK. Çfarë do të them me këtë gjë? Qofse Juri Kim e keq përdorte Altin Dumanin si mash për emra të caktuar dhe t'i jepte trofe Blinkeni atij për interesat George Sorosit, a do ketë ky qëndrim të njëjtë, do përdori edhe një herë zotin Braho për interesa politikanë të caktuar të ndëshkohen? Mendoj se Juri Kim është keq. Juri Kim u zgjon kohën e presidentit Trump. Tani Juri Kim, unë nuk dua të di fare. Unë do di edhe çfarë bëri Juri Kim në këtë vend. Juri Kim u soll në këtë vend si të ishte Tito Gorbaçovi, si të ishte një nga armiqtë më të fortë të Shqipërisë. Sulmoi opozitën, zotëri, i tha shqiptarëve hani bar. Pra diktoi liderin e opozitës. Nëngradoi liderin e vjetër të opozitës. Me gjithë mëkatet për Sali Berishën, nuk i falet ambasador amerikan të përfshihet në biznes.
Ka sill 2 anije atje që sot po paguon shteti shqiptar 80.000 euro. Dhe ajo është drejtuesja, CEO e asaj kompanisë që shqiptarët paguajnë 2 anije Tigër në Vlorë. E dini që ishte punësuar, pra, shqiptarët paguajnë për 2 anijet që prodhojnë energji në Vlorë, paguajnë 80.000 euro, 80.000 dollar në ditë. Dhe këto 80.000 dollar shkojnë atje ku punon Jurikim, të njëjta kompani, pra lobimi pastër politik, marrëdhënie e ngushtë me kryeministrin për interesat e kryeministrit. Shkoi dhe kërcënoi Luzin Bashën. I tha që ti e ke pak këtë që po ndodh me ato që bëre raport me lënien e mandateve. Ku ka ndodhur kë një kryeminist, një ambasador të përdor kaq publikisht postin e tij në dëm të opozitës? Ka lobuar që ditën e 2 departamenti i shtetit të uronte fituesin, kryeministrin 2021, nuk ka ndodhur asnjëherë. Erdhi Trump, tha ne kërkojmë ato piketat që ka vendosur Shtetet Bashkuara të Amerikës, si lufta kundër korrupsionit, nuk uroi Edi Rama. Pra kemi komplet strategji. Prandaj unë mendoj që duhet parë mirë me çfarë misioni ka ardhur. Patjetër që janë një tjetër pikë e rëndësishme është humbja e rolit, e përmendi pak kolegu që deri tani ambasadorët amerikanë kanë qenë pasiv në çështje ndërkombëtare, në çështjet rajonale të Ballkanit. E vetëm moment ku është përfshirë ambasada amerikane ka qenë çështja e ndryshimit të kufive. Aty ka pas indikim të drejtë për drejtë, ndërkohë më pas duhet parë si një ish ushtarak, duhet parë se si do sillet në raport me çështjen e nxehta si është pranimi i interesave ruse në Ballkan dhe në Shtetet Bashkuara dhe në Kosovë. Duhet parë Shtetet Bashkuara të Amerikës se sa duhet ta shprehin në publik si fabul problemet që kemi neve në raport me fqinjët, problemet që ka Kosova. Ndikimi dhe marrëdhënia ngushtë e Shqipërisë me Vučić, deri dje Jurikim e ka lejuar këtë marrëdhënie kaq ngushtë. A do jetë ambasadori i ri njeriu që do ta lejojë ka një afrimitet kaq të tillë, duke ditur që Rusia dhe Serbia janë nënë e bi. Portin e Porto Romanos. Tani duhet të themi edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme, që e kanë cënuar deri tani e ka cënuar politika shqiptare, interesat e biznesit amerikan. Janë të cënuar të mënyrë drejt për drejt. Dhe prandaj unë mendoj që shtoj dhe faktin që këtu interesat amerikan në biznes janë tjetërsuar dhe nuk janë lejuar që të ushtrojnë biznes aktiv dhe drejt për drejt në fushën e biznesit, por janë lënë në njanë dhe kanë prevaluar interesat greke në këtë vend, që janë të mirë pritura, por kur ato nuk janë të mirë pritura nga një vend si Shtetet Bashkuara të Amerikës, që neve kemi vendin që na jep çdo lloj garancie për ekzistencën e këtij shteti dhe bërjen e këtij shteti dhe reformimin e këtij shteti, ne nuk mund të ecim pa miratimin e tyre, që të lejojmë këtu që të shkatrojmë portin e Porto Romanos për interesat e Rusisë në portin e Selanikut dhe ne të heshtim, ndërkohë që kanë folur dhe folën shumë mirë Doma Amerikane e Tregtisë për këtë çështje, që thanë neve jemi kundër. Këtu po cënohen interesat e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të Shqipërisë njëkohësisht. Pra duhet parë dhe se çfarë qasje do ketë me këtë gjë. Duhet dini që porti i Porto Romanos është çështja që po i ha kokën Belinda Ballukut. Pra kjo është gabimi fatal që bëri Belinda Balluku në lojën e saj politike, që tjetërsoi interesat amerikane. Ajo që do përmendjem shumë është se çfarë raporti do ketë ai drejt për drejt me opozitën. A do vazhdoj të takoj se duhet ta mbyll? Do t'jap dhe një lajm ekskluziv. Redi, çdo kush që do vinte edhe ti po tishe me detyrën ambasadorit amerikan në atë zyrë do mbështesje SPAK. Është detyrë strategjike kjo e Shtetit Bashkuar të Amerikës, një investim i tyre. Mos marrë lajmin. Ideja që do t'jap është ky njeri çfarë do i thotë Sali Berishës drejt për drejt. A do komunikoj, apo do ta anashkaloj, apo do ta injoroj raportin me opozitën, apo thjesht do vazhdoj të takoj ata liderët e rinj që filizet e reja brenda PD-s. Pra Gazbardhin, Rida Thabakun, e shumë të tjerë që janë takuar në mënyrë permanente me zonjën Van Horn. Çfarë qëndrimi do dali publikisht pros Talianit? A do i thotë Sali Berishës ik? Kjo duhet parë dhe duhet pritur me shumë kurreshtje se çfarë qëndrimi do të mbaj. Ajo që do të them unë është, me që përmendi SPAK, përmendi dhe pak avokati Karaj, ajo që do të them unë është që brenda SPAK ujërat kanë lëvizur me ardhjen e një drejtuesi si Klodian Brahu, i cili po ndjek rrugën institucionale dhe rrugën e ligjit në kryerjen e detyrës si kreu i SPAK. Unë t'i themi gjë që një prokuror shumë i rëndësishëm i SPAK është marrë i pandehur. Dhe kjo është çështje kohe kur të bëhet publike. Pra, për herë të parë një prokuror i SPAK është marrë i pandehur për një çështje që do bëhet shumë publike. Unë jam i rezervuar të flas më shumë në detaje, as emrin nuk do ta jap në këtë momente, por kjo është një çështje shumë e rëndësishme që një prokuror i SPAK merret pandehur për një vepër penale që ka kryer. Po ashtu unë t'i themi gjë. Ky është lajm i mirë.
Që funksionon ka kontrolli. Kjo është check and balance shumë i mirë i administratës së re, jo administratës së vjetër. Administrata e vjetër e keq përdori Altin Dumanin. Dhe me që përmend Altin Dumanin, duhet them që ndaj Altin Dumanit, me faktet penale që paraqiti Sali Berisha, duhet bërë një kallëzim penal ndaj tij për keq trajtimin që i bëri institucionit për interesat të ngushta politike. Sepse merri lexoni të faktet penale që ka nxjerrë Sali Berisha në publik, për mua Altin Dumani duhet ndiqet penalisht. Unë nuk kam gjë me Dumanin personalisht, po me veprën që ka bërë Dumani në atë institucion ku të ktheu gjithë projektorët e medjave për të marrë atributet e një shpëtimtari në këtë vend, dhe në fund fare, çfarë bëri një mishmash në drejtësi ku keq përdori çdo lloj dosje. Altin Dumani në krye të sistemit drejtësisë nuk hetoi një rast të vetëm ka hetuar raste që kanë depozituar të tjerë si kallëzim. Nuk ka nisur një hetim. Edhe çështjen e SKSC ka ardhur nga Franca. Nuk është indicie dhe hetimi bërë nga SPAK, e thonë dhe juristët. Pra, duhet them që SPAK po futet në një rrjedh ku do vetë pastrohet dhe vetë pastrimi do të shërbej shumë mirë institucionit dhe përmirësimit të punës institucionale, sepse deri tani kemi edhe përfshirë rastin Meta Veliaj, kemi parë tabore juristësh dhe agent BKH-s që marrin dhe vënë para tytës pushkës shumë njerëz për të joshur dhe për të mbushur formularët dhe bilancet që shkojnë në Washington që reforma drejtësi ka sukses. Por si sukses, duke marrë dhe duke ndëshkuar një soi siç ndëshkonte Enver Hoxha dikur pa gjyq e pa vendim. Pra, këtë lloj drejtësie po e shbën çështja Braho, jo po e them unë si opinion, këtë gjë po e shbën zoti Braho dhe po i qëndron brenda konturave të ligjit. Kjo është shumë e rëndësishme, duhet parë pra, që mi të përmendën që më përmend. Si do sillet me krahun e rit SPAK? Red. Po, avokat. Të kam shumë zili sonde Red. Po. Sepse e ke lënë Almer Toskën fiks 17 minuta duke folur pa e të prerë dhe një herë të vetme. Jo më 17, jo tani, se i kam me shënim. Me ke zili të papar. Po mi tani unë çfarë them unë tani? E kishte me pasion për të folur për ambasadorin e ri amerikan, nuk jam dalë dot. Jo, unë dëgjova me vëmendje vetëm se më çuditë ti. Po nejse, si duket e ke vetëm me mua Axha. Jo, po ty do të ndërhyj unë se. Ti do vish ditën e hënë në emision. Okej. Nuk e di domethënë nëse do duhet të zarosh akoma çështjen e ambasadorit të ri. Për mua e kalojmë. Po kishte ai koment? Jo, komenti i vetëm është që ishte shqyqyr që erdhi dita që të paktën të kemi ambasador, sepse teorikisht këto 3-4 vite me ngarkuar me punë, ngarkuar pa punë, e tillë ngelet ajo në fund ditës, sepse nuk e ka statusin e një ambasadori. Kështu që në rast se do vi, sepse prapa akoma nuk e di ma do vi, a do ta kaloj filtrin e Senatit, në rast se do vi, çfarë do lloj gjëje pozitiviste apo negativiste, është pozitive për faktin që do kish ambasador amerikan de jure në Shqipëri. Uroj shumë domethënë që të jetë akoma dhe më e keqe se sa ju rikim në raport me opozitën. Tash se ke opozita isha si akoma më e keqe më. Se tani do dalim te opozita prandaj. Prandaj e bylla me këtë sepse po vazhdoj domethënë duke qenë se pas nesër do kemi zgjedhjet, votimet më demokratike, më falni për shprehjen, votimet më demokratike të mundshme që janë bërë ndonjëherë në këtë vend. Që nga Ismail Qemali e këtej, atëherë shumë po them domethënë që ky lloj leadershipi, kjo PD me drejtimin e zotit Sali Berisha, dhe vetë parë zoti Sali Berisha e meriton dhe stërmeriton një sjellje akoma më të keqe nga ambasadori amerikan pas ardhës se sa ai që ishte para rendës. Ky është mendimi im personal, sepse për mendimin tim ka kohë burri plot me u korrit dhe ka kohë që një politikan të thotë stop dhe t'i lej pozicionin vendit dikujt tjetër. Në momentin kur ti nuk e bën një gjë të tillë, ka vetëm një arsye, jo mendoj unë. Halli familjar. Demokratët të paktën duhet ta dinë këtë gjë. Demokratët duhet ta dinë sepse po gënjehen dhe nuk do jetë e largët dita ku ajo parti do vdes bashkë me liderin e saj biologjik. Avokat, po pse ti mendon se ajo parti nuk do ta votonte Sali Berishën kundrejt kujdo kandidati? A mendon ti, Redi, që Sali Berisha do ta kishte problem këtë pjesën, domethënë që unë i fituar se i fituar jam. Po kur ishte i fituar se i fituar që ishte, përse nuk i lejon të tjerë që të kandidojnë? Punë e madhe. Ata buk me kos do hanin aty në cep. Çfarë problemi kishte? Më kuptove? Pse që ka kaq problem që aty të bëhet një palë zgjedhje kur ti ke 13, 14 vite që i kërkon Edi Rama zgjedhje të lira.
Po si kërkon kundërshtarit tënd zgjedhjet lira ti kur ti si bën vet aty? Çfarë histori është kjo? Ti thua domosdoshmë që Sali Berisha nuk ka rival aty, dakord. Po kush pas ke problem ti? Çfarë mendon ti? Ore, dakord, ma dhe unë ashtu e mendoj. Ai s'ka rival aty, është partia e tia. Sepse ai është vetë zot, vetë kadi. Vetë maliq, vetë liq. Ai e vendos se kush do votojë, ai vendos se kush do jetë kandidat. Ai e vendos atarsin, a do jetë 10.000, 20.000, 55.000. Ai do vendos se den të dielën, kur të gdhijemi shëndoshë mirë këtë diel, se sa antar të Partisë Demokratike ka shkuar për të votuar. Harrojeni ju mos mendoni domethënë që do jetë vota. Ta thashën e kaluar aty. Dhe nuk ishte batuta ajo e imja, po ju pavarësisht se ju qeshët. O zotri tha, ta kanë nxjerrë 300 e kusur tha vota këtu që është votuar për kandidatin për kryetar. Unë 55 kafe bora më burr tha, s'nga dolën 350 tha. Pra, kjo sado ironike dhe sarkastike që të duket është fakt, sepse e njëjta gjë do ndodhë edhe pas nesër. Nuk ka rëndësi sa njerëz do shkojnë. Po më mos e ne do mbushim planin tha. Dhe plani jon është që aty të jenë minimalisht 44.000. Ka që kemi planin. Për te 24.000. Po kështu është bërë gjithmonë më avokat në BD. Atë pse po më bën pyetje retorike që unë po bëj prapë. Ta ka thënë Paloka. Po ret, sa fiksime ke të bësh debat me mua më burri rreth. Edhe këtu online nuk më ler hat. Ja se do merrem me Almerin tash. Okej. Red, edhe kape shumë bukur dhe the që ky nuk je rival. Dakord, jam ashtu siç thua ti, edhe ashtu është, realiteti ashtu është. Po çfarë problemi ka atë që shkonte të kandidonte Ervin Saliani më? Do kishte marrë 1, 10, 15, 100 vota, 200 vota. Madje do kishte gojë të fliste të thoshte, shikoni më, ja 200 vota mori. U ta turpronte. Unë nuk them se unë mendoj që nuk është kështu. Dhe Berisha e di fort mirë që s'është kështu. Ta kam thënë edhe këtu. Nëse kjo do kishte do ishte një vendim i Berishës që do kundërshtohej nga PD, do të kishim grupin parlamentar të çar me njëherë, do kishim kolegë kryetarëve të përçar, do kishim edhe atë kombëtar. Do të them që e ke gabim. Po, ndërkohë i ka të gjitha. Të lutem Oredi, nuk ka asnjë zë që të dalë kundër këtij vendimi. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ai që ishte në 2021-shin, sido që mund ta quheni ju, përsëri ishte pak më demokratik se ky i 2025-s. Edhe për shkak të kodit zgjedhor. Sepse në 2021-shin, nga i pari deri tek i fundit luftuan për vota brenda për Partisë Demokratike, brenda listës. Sepse po mos merrin vota dilin jashtë liste. E di shumë mirë se si doli jashtë liste Eugeni në Elbasan dhe u fut Luciano Bocci. Apo Ditmir ai Ervin Bushati në Tiranë, nga i treti se po u fut Ronaldo Rakipi. Kurse lista e 2025-s është e gjitha lëpirje, krimbat e zgjedhur nga kryetari i partisë. Për mua janë krimba. Aty mund të gjesh me kokra 3, 4, 5, po jo më shumë, njerëz të cilët kanë bosht politik. Pjesa tjetër nuk kanë as shtyllë kurrizore më burr. Janë amfib. Po të më ti kërkon të bëhen kamikaz politik. Por e quaj si dushti as kamikaze, nuk i dhe kamikaze. Shkojnë vetvrasje politike. E bën një kamikazi, e bën prapë një akt heroik. Këta s'bëjnë as akt heroik. Po janë politikanë ata, se janë kamikaz. Po, Redi. Se quhen politikanë. Një tjetër. Ata janë njerëz që unë ta them me plot gojën, ti do thuash ku do ta gjesh këtë, po gjithsesi gjithkush e bën analizën vet. 95% e 40 deputetëve të Partisë Demokratike, pra 35% prej tyre, se 40 janë gjithë, nesër ti vësh në një garë me majoritar kundër Partisë Socialiste, le të nxjerrin Edi Rama, le të themi njerëzit më të panjohur të Partisë Socialiste, nuk fitojnë. Nuk fitojnë mor. Vere flamur nokën ti, në ku të duhesh ti, nuk fiton. Vere Albana Vokshin ti, ku të duhesh ti, në çfarë lloj zone elektorale duhesh ti, nuk fiton more. Nuk e voton pallati më, lagja. Jo më ta votoj qyteti, njësia. Po pse më? Tani ti po thua sikur PS-ja i ka të kulluar ata që ka. I ka më të mirë se sa PD-ja, kjo është pak më e sigurt. Ky është opinion pastaj. Po çfarë ti bësh të rretu? Gjoj, ka shumë të drejtë. Po i them as arbitrat Almerit se dua mendimin tënd se arbitrat Almerit i kanë patur javën që shkoi, e kam të qartë pak a shumë se çfarë mendojnë.
Shiko, këto votime për mua janë qesharake, nuk është e thënë, nuk kam asnjë iluzion që me marifete, pa marifete Berisha është, po themi, personi me valencën më të madhe politike. Çështja nuk është të zgjedhim kryetarin e ri, çështja është zgjedhim modulin e bashkëekzistencës për 4 vite, për ta dim se ku qëndrojnë, po themi, 2 mendimet bazë në Partinë Demokratike, pra që të vazhdojmë Berishën ose jo. Fjala vjen, mund merret edhe 3% një kandidat i çfarëdoshëm kundër Berishës, ama ishte një tregues që në këtë parti ka 3% që nuk mendojnë si Berisha, por vazhdojnë kontribojnë për Partinë Demokratike. Sa i takon krahasimin me PS, nuk jam fare dakord me avokatin, kemi të bëjmë ndoshta me një parti edhe shumë herë më pak demokratike se PD-ja, për të paktën këtu ka një përpjekje ndonse shumë të dështuar për ta realizuar një proces siç pam dështimin e primarëve apo dështimin e çdo përpjekje tjetër për të zgjedhur funksionarët. Në PS nuk e dim. Po bëj se sa ta bësh ashtu siç e bën. Po në rregull, po nuk mund të themi që PS-ja është më mirë kur vetëm një gjë të lutem. Po e patë mundësi. Më falësh, të kërkoj shumë ndjes. Jo, mos ka problem. Dëgjoj, unë uroj dhe nuk e kam sarkazëm këtë, që ta vendosin në statutin e 30 majit, kur ta kryetari është i përjetshëm. Ora nuk ka nevojë të bësh zgjedhje aty mos zotëri fare. Dhe unë prandaj them që Edi Rama ka drejtë. Çfarë zgjedhësh do të bësh mos zotëri? Unë jam kryeminist, do bëj zgjedhje parti. Po më nëse të thënë të zgjidhet vetëm kryetari i partisë, ne nuk dim si zgjidhet asnjë funksionari i PS-s. Po kryetari, një për atë. Pastaj, po aty që aty ka njerëz të thash 3-4 kokra, bile më erdhi ndërmend sot, më fal Oren. Sot un kam dëgjuar një fjalim brillant. Isha kohë që nuk dëgjoja një fjalim brillant të deputetit e Partisë Demokratike, Korreshit, Sajmi Korreshit në foltorën e kuvendit. Brillant. Unë nuk e njoh atë person personalisht, domethënë nuk jam takuar kurrë me të, por nuk kam qime në gjuhë të them bravo në kuptimin e mirëfillt të fjalës. Brillant. Është bio. Duhet të jetë. Korreshi është bio. Kështu duhet të jetë një deputet. Po, gjoj. Dhe po thoja që nuk mund të flasim për standarde më të mira në Partinë Socialiste, aty nuk dim fare se si zgjidhet more funksionari më i zakonshëm. Meta një model se si zgjidhen, po. Për çfarë? Se si zgjidhen në mënyra të marrim me mend ne, po nuk kemi shiko, një person që të aderojë një parti politike, pra që Partia Demokratike të arrijë këtë synimin për të hapur, se na lodhi me këtë fjalën hapje, duhet që një publik i interesuar të shohë një mekanizëm që të besoj se është aq i barabartë sa për të patur dhe ai vetë sukses. Dhe në mënyrën që shohim kandidat të vetëm Berishën për leadershipin, kur gjithmonë kontestohen antarët e kryesisë ose të Këshillit Kombëtar nga forma se si zgjidhen ku një personazh i interesuar për t'u bashkuar PD-n shikon se si në primare ata që dalin më të votuarit mbeten më të fundit të rreshtuarit në listë, atëherë për çfarë po flasim? Arbër. Shiko, unë të mos përsërit ato që kam thënë herën e kaluar, kam një kritik ndaj fillimisht e miku tim Leonard Karaj dhe ndaj Almerit, po ndoshta edhe ndaj teje, për ta ndezur pak edhe debatin, sepse ka një gjë, pikërisht ky është momenti që Leonardi duhet ishte në PD dhe të vendet votonte kundër zotit Berisha, bashkë me Almerin e me njerëzit e tjerë, të cilët nuk shkojnë në PD. Pse nuk shkon ti më? Ja, po se unë jam atje, s'kam qenë asnjëherë, unë s'kam qenë asnjë parti politike. Pas asne. Ju zotrinj, ne kemi përgjegjësi ditën e sotme. Kemi përgjegjësi ditën e sotme që nuk shkoni të votoni kundër. Çfarë do të bëjmë ne? Dhe këtu kjo është një kritikë që kam edhe për mëshesit e zotit Salian, kritikë pozitive. Që të shkojnë nesër kur janë zgjedhje, pas nesër dokumentin atje, shikoj. Edhe të votojnë. Hello, nga Amerika po flas. Po, avokat. Të dëgjoj. Data e votimit është kështu. Cilin do votoni për kryetar? Saliun apo Berishën? Berishën. Kë mendon ti se do të? Jo, ka një gjë. Ju duhet shkoni të votoni kundër miku im. Sepse kjo është referendum, ka thënë zoti Berisha. Tani, ju pikërisht pa kënaqurit, është shumë serioze si tezë.
Të pa kënaqur do të ishin atje. Si ka mundësi të pa kënaqurit nuk bashkohen? Shkojnë te zoti Saliani, zoti Çaça, emra të tjerë që kanë qenë në takime publike dhe nuk organizohen të shkojnë në votim. Ta votojnë kundër zotëri. Prandaj s'kan garanci. Tani ata duhet shkojnë ta votojnë kundër, ta faktojnë farsën elektorale dhe ta denoncojnë. E para një Arbri nuk ka ndjekur të Dhe ky është tema e diskutimit. Të ruajtura dhe i thotë një nga udhëzimet që ka aty nuk mund të jetë pjesë e thot Flamur Noka. Të gjithë ata të cilët janë kritik publik të Partisë Demokratike nuk kanë të drejtë votojnë. Pik. Ore, ai antar, shkon antar o zotëri. Kush është antar më? Ore përjashtohet antari po pati qendrim publik. Denoncojeni këtë. Pse se them herë për të thënë që të hona unë dorezën e sfidës. Arbër ta respektojmë avokatun. Nuk shkojmë tani. Ju jeni demokratë që do të vini në partisë. Shkojeni atje. Luftoni për partinë regjionale. Se jeni dorëzuar. Ta gjejmë avokatin. Nuk më pëlqen ky dorëzim redi. Vjen keq se i kam miq. Arbër, unë jam antar nga 1995 në atë parti, për herë të parë nuk do mund të votoj. Sepse nuk jam më në listën e atyre që votoj. Edhe kam verifikuar, unë kam votuar te 107, aty tek përballë Mondialit, se aty jetoj prej vitesh, po të them që nuk është. Emri im nuk është. Tani ti ç'a mendon? Se jam antar i Partisë Demokratike. Po ngrijeni këto shqetësime, vjen keq. Po si më vjen keq. Luftoni çik për partinë për ideale tani. Jam dakord, shumë e bukur për të mbyllur është. S'ke ç'a thonë. Ta mbyllim me këtë fjalë tash se kemi zgjedhjet. Justifikime mos vjen pa ne. Kemi zgjedhje. Po lufton me qeverinë, po lufton kundra një nga njerëzit më të fortë qeverisë tani mos luftosh çik brenda PD-s nuk e di. Atëherë unë ftoj Arbrin si gazetar të vjetër që ka punuar në disa televizione dhe me eksperiencë që të shkojë ditën e diel të ndjek nga afër procesin. Datën të shtunën, po. Të shkojë të ndjek nga afër procesin se si po më lan ta premtoj që do shkoj. Po më lan se nuk shkon me kamerë të madhe, le të shkoj me kamerë të vogël dhe thotë që jam le të veshë një fytyrë tjetër dhe thotë që unë do votoj për Berishën, po se kam emrin në listë. Nëse Arbri nuk voton, unë do dal publikisht do them që Sali Berisha ka drejt. Pra, të gjithë ata të cilët mendojnë që janë votues dhe mendojnë që janë dëshamirë Sali Berishës, nëse e shprehin këtë vullnet, me fjalët e tyre para këtij komisioni do ta lënë të votojnë. Dhe unë aty nuk do votojnë vetëm antarët e partisë. Aty do votojnë me kuçe me maç vetëm për të arritur numrin 44000, sepse unë kam qenë pjesë e proceseve, kam ndjekur nga afër e di çfarë bëhet. Pra, legitimiteti i Sali Berishës është thënë me muaj të tërë, që duhet ikë një orë më parë sepse i bën dëm Partisë Demokratike. Këtë koment unë e kam thënë sa herë kam dalë këtu. Por mbi procesin do të them. Duhet të shkosh ta forsh dhe me gjesta më miku im, jo vetëm me fjalë. Të bëj dhe Nardi dhe ti jeni të fjalët. Dakor, pra 40 unë këtë kam, kaq kam unë mendoj që ne kam fituar. Sapo ja një gjest. Tani unë 44 me vot vlla. E voton kundër, i thua jo. 44000 votojnë për Sali Berishën, 2 vota kundër. A kupton? Kështu do dalë rezultati. Kupton çfarë? Jo, janë më shumë. Po nuk ka duhet të organizohesh. Ka mundësi dhe opsion për jo? Pse jo një fraksion? Ja ku vjen momenti i fraksionit. Bravo qoftë Arbri që inkurajon të gjithë ata të rinj të cilët duan, po inkurajon ata brenda dhe ata jashtë, sepse ne jemi jashtë partisë. Të gjithë. Unë mendoj që në opinionin publik unë e kam mundur Sali Berishën zotri. Kaq. Opinioni është kundër, demokratët janë kundër, prandaj ata janë trembur dhe në çdo komision që do bëhen zgjedhjet, zoti Berisha do çojë përfaqësues nga Tirana sepse i trembet në manipulimit të mundshëm dhe i trembet se demokratët mos i dalin nga vija dhe votojnë kundër. Dhe prandaj do organizojnë voton. Shise sa vlerë do kishte të vota juaj. Shumë bukur, pra vota ime nuk ka vlerë dhe nuk bën pjesë e farsave, sepse e di që zgjidhet apo nuk zgjidhet Sali Berisha, Partia Demokratike e ka marr lumi, nuk bëhet më sa ti ai aty. Pra unë jam ndarë me këtë lloj PD-je. Nuk bashkohem kurr dhe unë do jem gjithmonë me opinionin publik. Në opinionin publik ne e kemi mundur Sali Berishën, për sa kohë Sali Berisha anatemon dhe sulmon gazetarët, e ka humbur toruan, e ka humbur qetësinë dhe di që ka humbur dhe mbështetjen brenda dhe jashtë PD-s. Por ky fars, ky proces që nuk i shërben askujt, ky proces që do çojë në zgri Partinë Demokratike, do ta shkojë edhe më keq se ç'është sot, që ta nxjerrë zgjedhje ashme edhe pa bashki fare. Do ta çojë edhe më keq nëse reforma territoriale do ndryshohet dhe me shumësi do ndryshohet, dhe ne do shohim një ngjarje katastrofike në PD. Prandaj un kam një lloj shpresë që ambasadori i ri të bëjë një lëvizje, ato i s'bëjmë dot ne. Që ne kemi gjëja e fundit është që të flasim, se nuk veprojmë dot ndryshe. Si do bëhet edhe më keq janë më. Po Partia Demokratike nuk do bëhet edhe më mirë, sepse sapo kalon nga trauma Partia Demokratike. Tani Partia trauma e përçarjes brendshme. Tani Partia Demokratike përçarjen sot e ka dhe më thellë akoma. Ervin Saliani është një funksionar i Partisë Demokratike, ish deputet,
i suksesshëm, i cili ka mbështetjen pothuajse mbi 40% të bazës Partisë Demokratike, por kjo nuk i lejohet që të vërtetohet përmjet votës. Por këtë mbështetje ka reale në terren. Dhe sot këta drejtues aktual Partisë Demokratike i trëmben këtij lloj numrit i cili do publikohet zyrtarisht 60 Berisha 40 Saliani. I trëmben kësaj beteje. Nuk duan që lideri i tyre të bjerë në 80%, është humbje për ta. Por ndërkohë, ku po na çon Sali Berisha? Ku e çon këtë parti? E çon fitore, nuk e çon. E çon stagnacion. E çon përdor këtë lloj, është biznes. Pra, nëse Partia Demokratike është biznes të pasuroj flamurin, edhe biznesmenët afër Sali Berishës le ta bëjnë, por nuk po bëjnë politik dhe po i bëjnë dëm Shqipërisë. Unë nuk jam për këtë këtu. Unë jam që Shqipëria të përmirësohet. Unë jam që partia të hapet dhe të kontribuojë çdo kush i cili ka ide dhe i cili gjeneron vota në terren. Se kemi kuptuar se do të lider të rinj dhe njerëz të rinj. Sot Shqipëria po lëngon nga qytetarinjve, nuk po jepet mundësia, nuk po lejohet gara. Do ta mbyllin sistemin këta zotë. Do shkrijnë partitë e vogla, do t'i rjepin. Në thonjza, do t'i rjepin politikisht. Dhe këta do t'i kalojnë hedh gjithë partitë e vogla. Se kanë gjetur një mash atje si Adriatik Lapaj që ka premtuar një mandat deputeti dhe ai po injekson vrasjen e partive të vogla, po injekson vrasjen e çdo organizimi të ri, vetëm që 12 mbajnë polet politike, mbajnë polet oligarkike, polet e biznesit, polet mediatike dhe hajde çajti këta. Çaj vetëm Zoti ose Shqibaja, pra nuk ka rrugë tjetër. Arbër, tek intervista që ti bëre me doktor Ilir Ali Mehmetin, më duket se lexova lajmin që lidhet me atë që Ilir Ali Mehmeti kur erdhi punat e Saliani, dhe këtë duhet ma konfirmosh, tha unë nuk jam për përçarjen e Partisë Demokratike. Jo, ai tha dy element. Pra, tha që Saliani duhet ishte në garë, ishte i vetmi kandidat që plotësonte kriteret, por nuk ju bashkova lëvizjes për të mos e përçarë partinë. Po pra, kjo ishte. Pra, thelbi sipas ti kjo ishte. Pra, lëvizja po e përçan. Kjo është ajo nuanca. Sipas ti po është një rrezik për përçarjen. Por gjithsesi ai ishte edhe një kritik elegante, por gjithsesi ishte një kritik që qëndronte ndaj zotit Berisha dhe ndaj enturazhit të PD-s që duhet të lejonte garën. Madje tha hapur që Saliani ishte i vetmi që plotësonte kriteret nga kandidatët e tjerë. Shkoi më tej. Është në një sintoni me deklaratat që ka patur Luan Baçi, deputeti PD-s, që të ketë një ndarje të postit të deputetit me postet në parti. Pra, deputeti nuk mund të jetë edhe kryetari i partisë, të jetë në kryesi, të jetë në këshill kombëtar. Pra, duhet të ketë një diversifikim të pozicioneve në PD, sepse janë të njëjtët persona, të cilët mbajnë njëri tjetrin dhe në fund fare zgjedhin njëri tjetrin. Sepse janë këta nesër që të primarët të erdhin në kosh dhe zgjedhin veten e tyre. Kjo që po bën Saliani e çan PD-n? Shiko, çan PD-n pak se unë e mora Ali Mehmetin thjesht për të shkuar te. Dua të jemi sinqert me ty, nuk është një vit elektoral. Pra, Saliani nuk ka efekt elektoral. Ne nuk e dimë me përçan apo e bashkon partinë. Kështu që automatikisht për sa kohë ti nuk je në një stinë elektorale, nuk mund thuash që Saliani e përçan. Sepse ku e bazon ti atë që thua që e përçan partinë? Saliani ka thënë do vazhdoj politikisht, i shmangur debateve për ta çuar në gjykat. Pra, ajo mund të krijonte ndoshta një lloj problemi ligjor në funksionimin e PD-s. Po për sa kohë ka ngritur parimin që të jetë parti e hapur dhe në thelb fare bilanci redi. Një kryetar partie ku shkon tek votuesit e tij është si puna e kontratës me punëdhënësin dhe punëmarrësin. Unë të paraqes arritjet e mia dhe ti si punëdhënës më thua objektivat i ke plotësuar apo jo, do ta rinovojmë kontratën. Qartazi zoti Berisha nuk e ka plotësuar kontratën dhe pikën kryesore të kontratës me demokratët. Ardhje në pushtet. Justifikimet pastaj, ma mori, ma vodhi, ma bëri, nuk vlejnë. Nuk fitove që ish pika kryesore kontratës, ik në shtëpi, vjen një kryetar i ri, thot unë do fitoj zgjedhjet. Nuk fiton as ai kryetar, ikën në shtëpi. Pra, është çështje bilanci, është çështje matematike, është çështje shifresh. Berisha PD-n me vendimin për të mos lejuar fjala vjen Saliani, e njëjta gjë, e njëjti qëndrim, pra do isha jo i sinqert, do isha hipokrit nëse do thosha që Berisha po e përçan, ndërkohë Saliani nuk po e përçan. Nuk po e përçan asnjëri në këtë fazë, sepse nuk është një vit elektoral. Do duket në zgjedhje. Në zgjedhje do ketë impakt largimi i njërit ose përjashtimi i njërit apo jo. Është ende herë për të folur, por e them edhe një herë dhe qëndroj përsëri te teza ime. Nuk më pëlqen fatalizmi i miqve të mi.
Mos ta fut aty. Jo, duhet ta mbyll. Fatalizëm i tillë nuk ishte bën vend. Drejt një përçarje apo Berisha me vendimin për përjashtuar Salianin i ka mbyllur derën mundësisë së një çarje të re për PD. Shiko, Saliani është vetëm një person që mendon ndryshe ndër shumë të tjerë. Domethënë Berisha po e zvoglon partinë më shumë se sa po e përçan. Pra po thotë që për njerëzit që janë demokratë, po nuk mendojnë 100% si ne, nuk ka vend në këta nije. Dhe në këtë kuptim, po e të kur, po themi kapacitetin që ka Partia Demokratike për të akomoduar antarë, simpatizant, pse jo dhe mbështetës që kanë qenë ndër vite. Dhe është e sigur që do të ketë një të kur edhe më të madhe, sepse është logjike thjesht. Pra, një parti, sfidën e ka të akomodoj sa më shumë zëra. Ne kemi modelin Gjerman, për shembull, CSU-n me CDU-n. Janë dy parti që në një moment historisë patën një krizë dhe thamë ekzistojmë si dy entitete të ndryshme, por që i shërbejnë funksioni të njëjtë. Kështu që në PD s'po shohim as fraksion, s'po shohim as pranim të mendimit ndryshe, s'po shohim as pranim të kandidatëve, s'po shohim as pranim të mendimit ndryshe tek simpatizantë thjesht. Tu kam parasysh rastin e Durrësit që u përjashtuan. Kështu që nëse vazhdojmë largojnë çdo person që ka diçka ndryshe për të thënë, atëherë është logjike që do të shkohet. Avokat, e njëjta pyetje se më duhet ta mbyll. Me vendimin e fundit, zoti Berisha e ruan Partinë Demokratike nga përçarja apo e çon drejt një çarje pa shmangshme? Partia e zotit Berisha, me mendimin e fundit të parë, para fundit të tej fundit këtë duash ti, do jetë ajo SPK-ja e cila do ngryhet bashkë me jetën politike dhe biologjike të zotit Berisha. Mua më bën shumë çudi fakti që një 82 vjeçar akoma nuk pranon që të dalë në pension dhe të lejoj një pleja të re njerëzish që ta drejtojnë atë parti politike. Arsyet i di ai, unë mund t'i analizoj dhe të them, ke një hall të madh që e lidh me Amerikën, ke një hall të dytë që e lidh me familjen tënde dhe ata të cilët e han, siç e kanë ngrënë Sakrau 35 vite rresht, janë vetëm ata militantët e verbër demokrat, të cilët vazhdojnë akoma besojnë tek Sali Berisha. Avokat, falenderoj shumë që të kisha. Arbër, falenderoj. Gjoj, kënaqësi që të kisha. Zoti Toska, kënaqësi. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natën e mirë.